profesoreshën e historisë Enriqueta Papa. Faleminderit Enriqueta që je me ne sot në këtë bisedë që qite nga koha jote. Faleminderit Valmora për ftesën, edhe Gogo Pikalit gjithashtu. Është një kënaqësi për mua të jem këtu bashkë me ju. Jemi takuar para një viti bashkë, kur ne kemi një vit ose diçka më shumë, kur ne kemi sill ato historitë e të rinjve. Po, ka qenë një shkollë verore që ne kemi bërë, faktikisht vjeshtore, që ne kemi bërë për oral history, për historinë gojore me student, fakultetit, histori filologji, po kryesisht historisë, dhe që ishte një mundësi goxha interesante, po jashtëzakonisht e vyer do thosha për të ndarë eksperiencat e të rinjve që kanë pasur sukses dhe një lloj këshille edhe për këta studentët tanë që janë diplomuar apo që janë në ato më dyshit për të diplomuar, për të parë, për të dëgjuar nga afër eksperiencat e këtyre të rinjve mbi të ardhmen, mbi punësimin. Si është situata tani? A ka të rinj që studiojnë histori? Shumë pak. Shumë pak. Fatkeqësisht janë tmerrësisht pak, duke bërë një krahasim, unë e bëj thjesht me 4 vite më përpara, ku në departamentin e historisë në bachelor ne kemi pas paga shumë 140-150 student, dhe këtu e 4 vjet pas ne kemi një 25 student në bachelor vit parë, që është një traumë e madhe, po dhe një dramë e madhe do thosha për të ardhmen e këtij vendi, por edhe vetë për të ardhmen e studentëve të cilët duan të mësojnë, të thellohen në studimin e historisë. Si shpjegohet Enriqueta kjo neglizhencë, kjo? Unë do thoja ka disa faktorë. Kriza e shkencave humane në rang global, duke parë parasysh AI-n, aspektin e shkencave digjitale, interesi për IT, për inxhinieri, për mjekësi, aq më tepër dhe këto mënyra tradicionale, mendësia, kultura në Shqipëri që ndoshta ekonomik, juridiku, prindrit ndikojnë. Emigrimi masiv. Emigrimi masiv, por ka edhe faktorë të tjerë ndoshta që duan pak analizë, ulumtime, jo vetëm ulumtime, po do një lloj qasje do thosha edhe pragmatiste nga ana e jo vetëm e fakulteteve, e universiteteve, shkollave. Ti je vetë produkti i kthimit të trurit. Prandaj të pyes. Ti e di saktësisht çështjen. Unë jam kthyer jashtë në eksperiencë afro 7 vite në Universitetin e Gracit. E diplomuar për histori në fakultetin ku unë jap mësim, dhe ikur me njëherë, sa kam mbaruar, biles ka qenë aq e befsa se kam kuptuar në një farë mënyrë se kam shijuar diplomimin, kam 10 korik jam diplomuar, një gush kam filluar punë në Universitetin e Gracit në Austri, dhe në fillim me idenë që unë do kthehesha brenda vitit duke i premtuar timati që bab mos u mërzit, do të marr do. Por pastaj me 2 projekte në Universitetin e Gracit dhe në krye të 7 vjetëve mendova që pse jo, mos kthehem, kontriboj me idenë që unë di gjithçka, se s'na lë dhe kjo, me një mirë, se kur jemi më të rinj, shumë mendojmë, kur jemi të rinj. Modestia në maksimum, do thoja. Se pastaj ndryshon patjetër. Dhe kur u ktheva këtu, u befasova me atë që vërtet kisha një CV, tash modestisht me vërtet, të mirë. Për aq sa mund të pretendohet në moshën time, me një eksperiencë 7 vjeçare, kur unë vajta në Grac, aty kuptova që vërtet nuk di asgjë, as të shtypja në kompjuter. Dhe pastaj kur u riktheva, pra shkolla shqiptare na formon që ne nuk dinim në atë fazë. Jo, nuk do të thoja atë, por shkolla shqiptare të paktën në 2000-shin që unë jam diplomuar, 96-2000-shin, dhe që kam ikur me herë një gush kam filluar punë. Ka ndryshuar do thoja. 2025 vjet pas, ka qenë mënyra e të dhënit mësim, përveç se metodës së vjetër, por ka pas edhe aspekte që ne punonim shumë me tekstet. Pra përveç tradicionales, narrativa, historia, pak duke munguar pak aspekti analitik, por kemi pas profesor jashtëzakonisht të mirë, megjithëse i takonin si thua shkollës së vjetër të historiografisë shqiptare apo studimeve historike shqiptare, ajo që më ka mbetur në mend atëherë ka qenë që lexone. Kemi pas një person, i thosha profesora Demezini. E kam pasur dhe unë profesor, po. Shumë ta dhem atë cigaren në klasë. Po. E që na rekomandonte vetëm libra, dhe më thosha profesor. Atëherë ishte edhe ai vrulli i rebelizmit për demokraci, prapë me atë bot kuptimin që ne rebelizmi do thoja, që ne dim gjithçka, ju brezi vjetër nuk merrni vesh, sot po kuptoj që edhe kanë marrë vesh shumë biles, por ne kemi qenë ata që merrnin vesh. Dhe i thosha profesor, ti je profesor i kuq, je komunist, por na jep rekomandim, na jep literatura të formimit politik, kishte mendimit politik. Kishte një thellësi në
edhe në botë kuptim. Unë e mbaj mend shumë mirë profesorin. Sigurisht ne kemi pasur një lëndë jo mbase aq të shpesh sa që kishit ju të formimit të historisë. Unë kam mbaruar për gazetari por një lëndë e rëndësishme. Kështu që ka dhënë historinë moderne të botës, shekulli 20, unë aty kam dashuruar historinë e shekullit 20 dhe nuk jam ndarë, me të drejtën. Pavarësisht se jam filluar pasaj të historisë shqiptare. Kur erdhe nga Graci në Shqipëri, ose më saktë çfarë të bëri të ktheheshe, të riktheheshe? Ja, ato do thoja. Në fillim mendova që dija gjithçka, por sot kur reflektoj profesor, sidomos atë Mezinin, por edhe profesor Lambrofilën, apo edhe profesor të tjerë, por sidomos atë Mezinin sepse më ka hapur në një farë mënyrë një dritare në trurin tim, për të lexuar dhe për të krahasuar në një farë mënyrë çfarë ndodh në botë me atë që ndodh në Shqipëri apo që po ndodhet edhe sot e kësaj dite. Dhe ajo që unë i rekomandoj dhe më ka ngel një mësim prandaj shkolla e vjetër, pavarësisht se kam kritika plot. Madje edhe kam shkruar për këtë. Por prap nuk është se duhet hedhur poshtë, në mënyrë absolute, sepse dinin, kishin një ori të thella, ishin të lexuar, pavarësisht pasaj botë kuptimit politik apo qofte edhe ndikimit politik në universitet, flas gjithnjë për kohën e komunizmit. Por më mbetej kjo lloj fiksimi për të lexuar dhe krahasuar. Dhe sot e kësaj dite kam me librat e profesor Mezinit dhe ngaherë jap studentëve të mi dhe kuptoj që ata s'din, nuk i njohin. Dhe kjo është ajo krahasimi që bën sot 25 vjet pas me atë që profesor Mezini më ka dhënë mua. Shkova në Austri me idenë që unë kisha lexuar shumë atë modestin, krenarin, dhe kuptova që nuk dija të shtypja as në kompjuter, as email, e tjera, dhe atje pastaj në Austri ka qenë formimi im, do thoja, jashtëzakonshëm, fal prap një profesor tjetër, Kalkasër, që ai fatkeqësisht ka ndruar jetë, i cili ka ndikuar jashtëzakonisht në karrierën time profesionale, për të kuptuar që ti përveç se leximit dhe krahasimit, ulesh me këmbë në tokë, ti je realiste për bagazhin tënd, dhe pse jo të pranosh dhe kritikën. Dhe të kuptosh që se si ndërtohet një qasje analitike në aspektin historik, pra jo vetëm në narracion. Dhe ngaherë mua ngelet asoj kësaj dite i them studentëve, s'më tregoni pralla, historia nuk është prallë. Si më dole fiks në pikën që ne diskutojmë gjithmonë si gazetar, se ne ndonjëherë kemi pak këndvështrimi që historia është fiction. Pra, tregohet nga fitimtarët zakonisht, apo jo? Ky është një është e vërtetë kjo? Shiko, historia tregohet nga fitimtarët, por sidomos kjo pastaj ka vend edhe për tu parë mënyra se si e tregojnë fitimtarët, po cilët janë fitimtarët. Nëse flasim për fitimtarë në kuadër të një demokracie, okay, po ka dhe liri, ku pranohet kritika. Do të thënë, po të shikosh në vendet e demokracisë, ti ke lloj-lloj historish, lloj-lloj botimesh analitike, pozitive, negative për një figurë me dritë hije të thoja. Ama kur vjen puna të diktaturat, të totalitarizmit, këtu vjen pikpyetje cilët janë fitimtarët. Pra, kur ti nuk ke një histori apo një analizë në aspektin shumë ngjyrësh, multikolor, por ti ke bardhëzi. Ne, ata, unë, ai, miqt, armiqt. Po të shikosh, një nga trashëgimit fatkeqësisht dhe me dhimbje them, edhe me trishtim, në gjuhën, në leksikun, në mënyrën se si ne shprehemi, në mënyrën se si ne mendojmë sot në Shqipëri, dhe nuk flas vetëm politik, po kudo, në qasjen tonë kulturore, ne nuk pranojmë kritikën, por nuk thellohemi në analiza, por thjesht shikojmë një bardhëzi gjykim. Pra, ne dhe ata, armiq tan, po më kritikove, i armiku im. Që mendoj që është pjesë e kësaj trashëgimie totalitariste, dhe nuk ka të bëjë vetëm me komunizmin. Pra, kjo qasje, kjo autoritarizëm që shekulli 20, Erik Hobsbawm e thot shekulli ekstremeve, për shkak të diktaturave, për shkak të trysnisë, dhunës së mendimit, liria, pra mungesa e lirisë, paratisja nga liria, thot Erich Fromm. Pra, kur u ktheva pastaj, pra me gjithë të bagazh, një orish thash, kisha një CV modestisht të mirë dhe mendova që do zeja punë këtu. Me njëherë, po ngela 3 vjet pa punë. Çka kishim kursy unë dhe im shoq, për shkak të vështirësive dhe të gjetjes së një vendi pune. Jo, pse ndodhi që profesionin tim. Profesioniste si ty e kualifikuar jashtë nuk u pozicionua dot në Shqipëri. Po jo më njëherë, tash është e kuptueshme, tash mos prit që ti edhe sot kësaj dite, mos prit që vjen nga jashtë edhe këtu të presin krah hapur apo të hapen gjithë dyert. Ku do ndodh kështu? Ka ato sfidat e veta që janë për mua edhe të mirë kuptueshme. Ishte pjesa e këtyre të bumit universiteteve private, ku unë gjeta punë edhe si pedagoge jashtme, po jo aq për të justifikuar një test, pak në të cilën isha mësuar me një rrogë në universitet jashtë shtetit, bashkë me tim shoq.
Okej, 3 vjet, por qëlloi kjo brain gain-i, politika e PD-s atëherë që pithi një pjesë të trurit, një farë mënyrë ose dha incentivat për të ardhur të rinj për të punësuar. Nuk jo gjithkush. Unë isha ndër ata që megjithëse aplikova brain gain nuk e fitova, por arrita pastaj me një konkurs që u hap për së dyti, u përsëri 2 herë brenda 2 viteve dhe arrita të punësohesha në departamentin që unë e kam për zemër, ku unë jam diplomuar faktikisht, pavarësisht masterit apo PhD-s në Graz, edhe punës në Universitetin e Grazit. Dhe fillova të kuptoj këto kontradikta të forta në mënyrën se si unë 7 vjet isha mësuar në Austri për të diskutuar e lirë. Ka njëti person ishte, por vinte me 2 bagazhe që i kisha haru Shqipërinë, kisha ikur studente, domethënë sa u diplomova, thash në 10 korik, një gush fillova punë në Graz, në universitet dhe vija mas 7 vjetëve si një studiuese për të kuptuar që ti edhe kur bëje pyetje në konferenca për shembull, kur mbaronte konferenca thoshin bravo, të lumt, po pyetje. Që wow, si ka mundësi, domethënë njerëzit edhe të bërit pyetje, të diskutuarit, ta vlerësonin. Jo po na vlerësonin, po habiteshin si guxon ti të bësh pyetje. Në një konferencë kur thelbi konferencës nuk është thjesht të flasësh, të bësh pralla, të tregosh pralla, por të analizosh, të diskutosh, të debatosh, dhe në momentin që ti bëje pyetjen, në fillim u priti çik si me habit, thoshin wow, po kjo. Okej, se vjen nga jashtë, mos e vini re. Mos e vini re. Këto janë ato etapat e para, por kishte shumë student. Kishte shumë student aty nisëm. Kurse sot në gjendemi në një katastrofë, do thoja, të trurit. Jemi prapë në ato vitet, do thoja, një ripërsëritje, një val, nuk e di, e treta ndoshta. 90-ta, 97-ta. Dhe sot që të rinjt kanë ikur, dhe ti shikon kudo. Ish studentët mi që janë në profesion mësues, në rrethe, sidomos më thonë, zysh, nuk ka më klasa paralele ai shumë siç ka pasur më përpara, por ka shumë më pak. Ka bashkim klasash. Apo në nëntëvjeçare është e detyrueshme xhanën, po në gjimnaze po. Po në gjimnaze po dhe në nëntëvjeçare. Nuk është se thonë se e detyrueshme, kur s'ke njerëz prapë e detyrueshme, po prapë më pak klasa ka. Pra në qoftë se një familje ikën minimumi 4 veta, pra mesatarja, bën llogarinë. Në qoftë se diplomohen çdo vit 2000 maturant më pak, në këto 10 vite, sa janë? Janë 20.000? Shumë. Dhe kjo është një pikë pyetje e madhe që unë nxis në sa herë kemi të tilla debate mbi të ardhmen për të ngritur politika të tilla, jo për të frenuar lëvizjen, sepse është gjëra më normale që lëvizin. Po për të gjetur ato incentivash për të kthyer njerëzit, trurin në Shqipëri. Pra nuk është vetëm IT-ja, po nuk e di, janë politika të tilla që duhen bërë. Një ajo, për sa i përket shkencave humane, unë nuk e dinja, para pak vitesh e kam marrë vesh që historia nuk është lënë e detyrueshme për të dhënë në maturë, por është lënë me zgjedhje. Dhe jam befasuar, për shembull, kam qelluar që kam bërë mësim tek gazetari komunikimi. Sepse nganjëherë ne zhytemi në atë rutinën e punës dhe merremi vetëm me brenda llojit në një farë mënyrë tonën histori, student historisë, dhe kur kupton që studentët degëve të tjerë nuk kanë bërë histori në gjimnaz. Dhe më është dashur të filloj për pavarësinë me rilindjen, një shekull para për të shpjeguar studentët, sepse nuk njihnin jo vetëm figurën, por nuk njihnin procesin e pavarësisë, se si shqiptarët u bën të pavarur. Si erdhi? Po janë studentë që nesër do bëhen gazetar. Shkenca komunikimi, do bëjnë gafa historike, por nuk është problemi vetëm i gafave, por nuk do kuptojnë, të shpjegojnë ngjarjet, rrethanat, situatën gjeopolitike. Lufta në Iran që u vuan pushimi, pse ndodhi? Cilat janë trashëgimit, cila është historia mbrapa. Në fakt kemi një kakofoni analizash, informacionesh, disa informacione. Nga vjen kjo? Nga padia. Padia, po. Nga padia dhe nga mos të marrurit seriozisht të lëndëve të tilla humane, por që janë, mendoj, formuese, jo vetëm për karakterin e njeriut, por janë formuese për një profesionist të mirë. Nuk e di. Për mua ka, ose për të marrë, për të bërë, nuk e di, do të thënë edhe në administratë shtetërore, më duket se është hequr historia për administratën që ka të bëjë për shembull me Ministrinë e Jashtme, me aspektet juridike, por nuk është thjesht njohja e ligjit, është shumë një proces mekanik. Ti duhet dish të shpjegosh analizat, qasjet, krahasimet, çfarë ndodh në marrëdhëniet me shtetet fqinje. Problematikat kufirit, ne sot kemi kufirin me Greqinë. Cili është historiku? Kur është vendosur? Kur ka dalë ky problematik? Kur është vënë vija kufitare, kur kanë rënë dakord shtetet, me Kosovën, çfarë ka ndodhur, cilat kanë qenë politikat
e këtij shteti, se është shumë kollaj të dalësh në konkluzione do thoja të befta apo që i merr nga të tjerët. Por nganjëherë ka dhe instrumentalizma, sidomos marrëdhëniet me fqinjët, të cilat mund të jenë të rrezikshme për të ardhmen e shtetit. Prandaj mendoj që duhet një kujdesi i jashtëzakonshëm për shkencat humane në përgjithësi, aq më tepër duke pas parasysh këtë sensibilitet të ikjes dhe të mospasjes së nxënësve. Ndoshta duhet një incentiv nga ana e instancave publike, i Ministria e Arsimit apo nuk e di qeveria, për të nxitur me bursa, me politika, me një PR më të mirë nëpër shkolla. Pasi rrezikojmë shumë. Ndoshta nuk e ndjejmë tani, por mendoj në 10 vjeçar do ndihen. Dhe fakti që ti ke më shumë emigrantë të ardhur këtu, do bëhet një multikulturalizëm, patjetër që do të shkrihet me popullatën, është gjëja më natyrale. Dhe do kesh ndoshta edhe popullat qytetar që mund të jenë me origjinë multikulturore. Cila është historia e tyre? Nuk e di. Këto janë dilema. Ajo që më ka bërë përshtypje mua Ergeta është që duket sikur ka një patronazhim historisë. Po themi, po ta shikosh gjithë sjelljen politike të kryeministrit Rama, duket sikur ai është në luftë me historinë. Dhe kthehet her pas here për të qenë qendra, po themi tek elementet, duke marrë elemente thjesht fare ndryshimi i portretit të presidentëve në zyrat e shtetit. Ismail Qemali. Po jo vetëm kjo, se tani nuk po më kujtohen të gjitha, po jam e sigurt që po ta analizosh edhe ti, shikon që në thelb ka këtë luftën me historinë, sepse lufta me historinë nuk është se kërkon ndonjë llogaridhënie të jashtëzakonshme nga pjesa kryesore e shoqërisë, nga historianët patjetër, se ju i njihni më mirë faktet. Dhe mu duk pak tendencioze edhe ajo që ndodhi në Spaç në fakt. Nuk e di nëse është e qëllimt apo jo, sepse ne pa pasur fakte nuk mund të flasim për këtë gjë, por lehtësia e admirueshme në thonjza që ka politika sot për të ndërhyrë me aq lehtësi, ndryshojmë godinën, ndryshojmë gjithçka aty. Si e peti si e lexove Spaçin, çfarë ishte për ty Spaçi? Kjo që ndodhi së fundmi, pra rinovimi, ristrukturimi, rikonstruksioni i disa godinave që në fakt kanë qenë ashtu të rënuara, po unë mendoj në radhë parë nuk ka të bëjë vetëm me emra, ka të bëjë me pushtetin, si tërësi. Më thuaj cili kryeministër, president, që kemi pasur mbret shqiptar në Shqipërinë, pak në shekulli 20-21, nuk do thoja ka luftu me historinë, se sa do thoja nuk ka dashur të ndryshoj historinë që vinte para tij. Pra historia fillon nga mua. Shpreha e Fatos Nanos, mbrapa me vjen historia, duke marrë parasysh pra cili kryeministër, pa ose të themi në këto 34 vjet, nuk ka qenë ai që nuk ka diktuar. Kjo vjen nga pushteti dhe nga fuqia që t'jep pushteti për të ndryshuar dhe për të plotësuar apo për të realizuar atë qëllim politik që ke, nuk do thoja i drejt apo i padrejt, por që kanë një targetim në realizimin e politikave. Por mendoj që duke qenë dhe kryeministër, president apo çfarëdo lloj pushtetari, e kanë kthyer, kjo vjen për shkak edhe të trashëgimisë totalitarizmit në përgjithësi, dhe këtu flas jo vetëm komunizmin, por edhe përpara, pra që kur kriju Shqipëria e pavarur, 12-ën edhe këtej, politika në Shqipëri, pushteti në Shqipëri ka qenë one man show. Do të thonë nishi. Çfarë mendon ai? Po t'ishte ai, pra gjithë nishi. Se po flet këmëja. Po pra, prandaj edhe sot e kësaj dite nuk bëjmë dot asgjë, sepse nuk kanë lënë mundësinë për të bërë. Pra mungesa e lirisë, pra ratisja nga liria që thot Fromm, është shumë e rëndësishme. Ti mendon në një demokraci që je i lirë, por fakti është që nuk je i lirë. Ky është thelbi i gjithë konceptit filozofik të Erich Frommit, krahasimi që bën në aspektin e demokracisë. Ti aratisësh vetvetiu sepse nuk të lën në një farë mënyrë censura, në një farë mënyrë frika, në një farë mënyrë trysnia, po nuk ka lënë as përballemi me të kaluarën pra. Po jo, më këto mendoj që janë përballur. Po të pyesësh politikanët tanë, nuk kemi përballur fare me të kaluarën. Po të pyesësh politikanët tanë, janë përballur. Për shembull, ju marr në aspektin e përballjes me të kaluarën për daljet e Spaçit. Përballja me të kaluarën në Shqipëri ka filluar në 91-shin, 92-shin.
me ligjet për pafajësinë e viktimave të komunizmit apo të burgosurve të internuara, duke i dhënë pafajësinë, duke i nxjerrë nga burgjet. Me politikat e kompensimit financiar. Pra, të gjitha qeveritë mendojnë ose propagandojnë që kanë marrë masa, po të shikosh po dën thotë unë i kam bërë e para, po të shikosh po s'ti i ke filluar e para, po ti si ke përfunduar, ne jemi ata që ju kemi dhënë në shumë koste. Ne kemi kryer këtë, ne kemi kryer atë, jo ti, jo unë, pra një luftë unë ti, pra mik armik. Por kanë dështuar. Pse? Dhe unë e them shpesh dhe kam shkruar. Është një ping-pong që bëjnë mes tyre për të uzurpuar legitimitetin e përballjes me të kaluara. Nuk është se nuk kanë bërë gjë. De jure kanë bërë shumë. Kanë bërë ligje, kanë dënuar figurën e Enverit me rezoluta parlamentare, kanë miratuar rezoluta parlamentare të Këshillit të Evropës, Parlamentit Evropian për barazinë, barazvlefshmërinë e totalitarizmave. Kanë bërë një datë në 2010 për kujtimin e viktimave të komunizmit, por këtë që pyesun nuk e di që është data 20 shkurt. Kanë ngritur institucione për të marrë me të kaluarën, për të hapur dosjet. Autoriteti për informimin e ish sigurimit të shtetit, ai DSSH-ja sot. Instituti për studimin e krimeve të pasojave të komunizmit, ISOKK-ja, 2010. Kanë bërë ligje po në 2010 për ngritur një obelisk, për ngritur një muze për krimet e komunizmit. Ku janë? Unë mendoj që për të artës paçi, sot ka një nevojë urgjente, jo për të përdorur këto sajte sa herë mund të bëhet një projekt, si rasti i filmit apo dokumentarit që po bëhet në Spaç, pasi ka pas tentativa të tjera përpara. Në Spaç del sa herë dikush, një gazetare, dikush i bie në sy që po bëhet diçka aty dhe të shkojmë të filmojmë dhe gjejnë që vërtet ka problematika. Por sot nuk e di sa jeni ndjeni, projekti i Spaçit është propaganduar, bërë dëgjes publike me palë të interesuara nga Ministria e Kulturës për të bërë një projekt italian për muzealizimin e Spaçit, që për habin time është menduar, është projektuar të bëhet 7 kilometra larg Spaçit kampit. Pse? Për të bërë në Rëshen një muze për viktimat e Spaçit, për revoltën e Spaçit. Po shikojmë, nuk e di, keni qenë në Spaç, poshtë është një silum, pastaj ngrihesh për të shkuar 7 kilometra sipër në Spaç, një rrugë e pa asfaltuar, që është lënë mënyra Spaçit një koncesion, një firme private. Apo ka ndonjë qëllim tjetër? Unë nuk e di. Unë di që Ministria e Kulturës bashkë me një shoqatë italiane kanë bërë disa dëgjesa publike ku kanë shpallur projektin e tyre. Të paktën për palët që janë pjesë e grupeve të interesit, ish shoqatat e ish dënuarve, institucionat që merren me kujtesën, qoftë edhe këto dyja që përmenda ISKK apo IDSSH apo ekspertë të ndryshëm që merren me kujtesën apo edhe me komunizmin. Historian po ashtu. Por unë e gjeta rastësisht në internet, në Facebook dikë, wow, thash. Futa, pash PDF-in, dokumentin që ishte gjithë ato faqe, por aty që në fillim thuaj italisht Spaçi in Polonia, në Poloni. Pra që të titulli, faqja, cover i projektit, ti kupton, jo vetëm gafat historike, por ti kupton qasjen ndaj të përballërit me të kaluarën, që është një fasadë, që është një quick fix momentale, shpejt për të realizuar një projekt, një ide që mund të ketë qoftë edhe kryeministri apo edhe ministra të tjerë, apo qoftë edhe një lobim që mund të jetë bërë. Nuk jam kundër këtyre absolutisht. Por janë sajtet mërësisht delikate. Por nuk të mbetemi deri këtu, pra. Jo të mbetemi deri këtu, por duhen menduar mirë iniciativa, sepse kanë bëjmë me kujtesën e një vuajtje, një traume, kanë bëjmë me njerëz që janë gjallë, ku çdo tull, çdo bar, çdo vagon ka një histori brenda. Po sa të burgosur kanë qenë Spaç. Spaçi ka qenë është ndërtuar në 68-ën. Po nuk është vetëm Spaçi. Qafbari, Ballshi. Po nuk i njohim fare, Erketa, ne nuk i njohim fare si shoqëri. Po nuk e di se sa i njohim, por të paktën në ato survey që janë bërë, të përndjekurit dhe shqiptarët kanë vuajtur. Njohurit ndalin vetëm Spaçi, sepse Spaçi është folur shumë. Por janë shumë kampe. Përveç këtyre kanë qenë kampe që kanë funksionuar gjatë gjithë kohës si të tilla. Jo marr Kalani Gjirokastrës. Në kohën e komunizmit, Kalani Gjirokastrës ka qenë vendi ku bëheshin festivali folklorik, vazhdon edhe sot tradita. Po e vendosur nga Enver Hoxha. Por poshtë kalas është burgu, dhe poshtë po të lexosh kujtimet e të burgosur, ka eshtra. Ka vare. Kujtimet. Jo çdo gjë e historisë gojore merret e mirë që janë, por paktën duhet një sensibilitet për tu diskutuar, për tu vrarë mendja.
se ka shkruar dikush disa për këtë kala e cila ka funksionuar si burg që nga koha e Alipashte Pelenës. Porto Romano, Porto Palermo. Porto Palermo është një kala që ne e dimë me Alipashte Pelenës në bregdetin e Jonit. Fantastike si vend, strategjik, aty kemi ato nëndecët e famshme, tunelin e nëndecëve, Porto Palermo ka strehuar nga 45 deri mos gaboj vitet 50, mesi viteve 50, familjet e atyre personave që ishin aratisur, pleq, se ne dim për kampin e të Pelenës, pleq, gra, fëmijë, por kanë qenë dhe aty. Po nuk e di, ke qenë ndonjëherë te Porto Palermo? Jo, e njohim si pikë, po jo në Unë kam këtë qenë me kontekst. studente mi kastile, në këto shkollat verore që bëjmë dhe vishtore për të shkuar dhe për të testuar pak se sa dinin. E lidhni patjetër me Alipash, madje aty kur futesh, është një plakat, kala e Alipashte Pelenës ndërtuar në shekullin, dhe po të lexosh librat e historisë, por shumë pak informacion dinë ekspertët që merren me komunizmin apo të vuajturit aty, viktimat që kanë treguar, kanë shkruar mbi historitë e tyre, kanë dëshmuar që aty ka pas probleme sepse është njerëz të rinj në errësirë, është një burg shumë i thellë, shumë i ftohtë, po të futesh brenda shkallët që shkojnë poshtë, dhe studentët u befasuan, don Kastile i shova për të kuptuar se si kanë jetuar njerëzit, fëmijët aty. Dhe tregojnë lloj problematikash në momentin që i transferuan jo që nga Porto Palermo për të çuar në vende të tjera, fshatra të tjera internimi, që u ngritën nga mesi viteve 50, me problematikat shikimit, të dëgjimit. Njësoj si ajo shpella Platone që ti del nga errësira shkon në dritë, por jo gjithmonë drita të ndriçon edhe të verberon. Për shkak të kushteve. Pra sa dim, shkojmë ja tregojmë turistave si Alipashte Pelena, wow, po Alipasha si burg e ngrit, jo. Pra kjo kala, përveç se këtyre komunizmit, po ka shërbyer edhe gjatë kohës mbretërisë si e tillë. Ka shërbyer si burg edhe gjatë kohës luftës së dytë botërore që janë internuar njerëz antifashist në atë kala. Dhe ku nuk ka pas vetëm shqiptar, ka pas grek, ka pas jugoslav, lloj-lloj. Pra, janë sajte të një historie të heshtur e cila gjatë komunizmit e kuptoi pse ka qenë e tillë. Por në demokraci ku ke këtë liri për të studiuar, është e pafarshme ti lësh çfarë si thua pasojësh negative na sjell në lënia në arrest ose neglizhenca ose mosnjohja e historisë si shoqëri? Po ignorancë totale. Ignorancë totale. Mosdije. Lehtësi për manipulim. Po patjetër instrumentalizim, patjetër momenti që ti nuk di, ti je një objekt për të përdorur në bazë të një qëllimi apo qëllimeve të caktuara që mund të kesh, jo gjithmonë të këqija, mund të jenë dhe të mira. Por je si një njerëz që nuk di. Tabula rasa, cila ka nevojë të shkruhet, të mbushet, një që duhet mbushur. Por informacioni që dija që ti, njohuritë që ti do t'i japësh kësaj ene apo këtij objekti për ta kthyer në jetë, për të dhënë shpirt, mendje, varet pse nga qëllimet. Momentin që mund të kesh qëllime pak edhe më sinistër, pak më të këqija, patjetër që kjo do bie prerë, të bëhet e shfrytzuar për një objekt i shfrytzueshëm. E në fakt në rastin e Spaçit, opinioni jo se u nda më dysh, po kishte disa zëra, disa të paktën nga komentet që shihnim ose edhe nga personazhe publik, disa lavdëronin faktin që më në fund të godina po rregulloheshin se ishin lënë në mëshirë të fatit, disa tjerë fakti që këtu po bëhet art. Por natyrisht pjesa dërmuese me sa kuptuam ishte patjetër protektive duke ruajtur atë gjën që mos ta prekësh, duke ruajtur historinë. Pastaj pam edhe zotin Lubonja dhe shumë të tjerë që shkuan atje edhe protestuan fuqishëm që kjo gjë mos preket. Si e peti debatin? Tash unë debatin e pash pak zvonuar se kjo nuk është Spaçi u zbulu tash dhe debatin mbi Spaçin është zbuluar tash. Ka pas tash çdo. Jo flas ndryshe për filmin. Cili është e lirë të bëj projektet e veta në momentin që ka sponsor, në momentin që ka një leje zyrtare, në momentin që në atë projekt nuk cënon sajtin. Por në momentin që jepet lehtësisht një leje për të bërë mi gëlqere, për të lyer një gëlqere një mur, që ka tulla silikate, të cilat e humbasin origjinalitetin e tyre. Faktën sipas dëshmive të atyre që kanë vujt në Spaç. Unë kam shkuar disa herë në Spaç. Ajo godina që ka qenë pjesë strehimi i familjarëve, ishte fut një bojë e bardhë, ishte për të ndriçuar apo qoftë edhe ndërhyrjet që ishin bërë me mos gaboj për në vendin e dhomave të burgosurve. Faktën. Kjo lehtësia e të vepruarit, e të marrit leje nga one man show, pra gjithçka, qoftë i madhi, qoftë i vogli, pra ka gjithmonë një dikush, një nishi, cili
bën si domenin e vet si çdo vet, pa kaluar filtra administrativ, filtrat burokracisë, pra se një leje nuk varet nga njëshi, por ka disa autoritete, sektor, drejtori, të cilat janë përgjegjëse për atë vend. Nuk është vetëm njëshi në ministri, në kryeministri apo kudo në bashki që duhet vendosi, por janë disa aspekte që vjen copca për të dhënë në aspektin e trashëgimisë kulturore, një drejtori trashëgimisë kulturore, në momentin që ne lyejm, i fusim një gëlqyer apo i fusim një bojë një objekti, çfarë ndodh në autenticitetin e tij, në origjinalitetin e këtij objekti, në aspektin e trashëgimisë materiale? Në aspektin e burgosurve, ky rekonstruksion që do bëhet në këtë sajt, është vërtet ashtu? Janë marrë? Megjithëse unë di që të dy autorët faktikisht kanë qenë pjesë e Kalvarit në Spaç, apo qoftë edhe në Qafbari, ka qenë zoti Zhiti. Por gjithsesi nuk është thjesht një sipërmarrje midis dy personave dhe dy tjerëve apo një tjetri. Është një sipërmarrje e cila kërkon do thonë një reflektim dhe një analizë të mirë në filtrat burokratik, administrativ, në aspektin e autenticitetit historik, të vuajtjes, trashëgimisë kulturore, materiale, në aspektin e, nuk e di, në gjithë këto që merren me vendet e dhunës. Por dhe mungon, mos gaboj, unë dijen intime, Spaçi nuk është një vend i mbrojtur nga shteti ose të paktën një vend muze. Unë di që kanë çuar draft ligje, propozime në parlament, po flein kanë ja 3-4 vjet tentativat e fundit që nga 22 që janë çuar të fundit, mos gaboj, sepse ka pas her pas here. Spaçi prandaj tash është jo i vonuar, po rimbin. Del. Si për herë, çështje ka një projekt del sepse dikush e vën re. Por është aty për 35 viteve. Spaçi. Spaçi dhe shumë kampe të tjera, ke Batrën, ke Qafbarin, ke Zejmenin, ke Ballshin, ke plot. Pyes për debatin sepse u paraqit si e vetmi alternativë fakti që po mirë do bëhet ky filmi, ndërkohë që përvoja të tjera dhe thon regjisor këtë, që njohin fushën, përvoja të tjera që kanë pasur si çështje historinë, kanë gjetur zgjidhje të tipit transferojnë ambientin ku filmat xhirohen diku tjetër dhe imitojnë, po themi ato godina, pra nuk është domosdoshmërisht e thënë që filmi dokumentari të xhirohet aty në sajt. Po, më kjo është problem, nuk e shoh në rastin tim problem. Teza tjetër e debatit ishte që po mirë, për historinë do flitet. Pra, a është kjo një gjë e mirë se unë jam munduar të ndjek debatet, qoftë në aspektin e atyre që po prodhojnë dokumentarin apo filmin, qoftë edhe në aspektin e shoqërisë civile, ish persekutuarve politikë, burgosurve. Unë jam pak e ftohtë në këtë, nuk më interesojnë fare. Cila ishte zgjidhja më e mirë? Ajo që më intereson mua është ky sajt i vije dorë, ndryshon siç ka qenë, kur vetë Spaçi po të dëgjosh ata që nga 68 deri në 91 kanë qenë atje, apo po të lexosh dokumentat e kohës mbi Spaçin dhe ndërtuar, kanë ndryshuar disa herë, i shtuar një godinë, ose postuar. Pra, dokumentari, por momentin që në kohë vetë Spaçi ka ndryshuar, pse duhet ta ndryshojmë në demokraci kur ai nuk ka më. Do të thënë gjendja fizike e tij është ajo. Të kujdesemi të mos na rënohet, edhe ato skelat që mbajnë ato murat e godinave fjetoreve, janë vënë nga një shoqat fetare, nuk janë vënë nga shteti, e cila ka investuar privatisht që të mos bien muret. Ku është shteti? Pyetja e madhe, ku është shteti? Ty është një vagon, kur futesh në Spaç, sa futesh në fushë, lart mbi fjetore, para se të shkosh te fjetore, është një vagon, që është një open museum, një objekt muzeal që të kujton punën e detyruar që është bërë në Spaç. Por miniera sot e Spaçit, që ai mund të jetë prapë një sajt memore që duhet ruajtur, është dhënë koncesion një firme, kompanie të huaj private. Dhe unë e di që ka pas problematika të forta edhe për rrugën e Spaçit, që mos shkojnë në sajt sepse është miniera. Pra, ka shumë problematika ai vend. Ai koncesion ekonomik, se ti nuk shkon dot në galeritë që kanë qenë të Spaçit, që është nxjerr Piriti, mos gaboj. Cila është mendja? Që është bërë me këto lloj sajtesh në Gjermani. Poloni. Çfarë është bërë atje? Kampet kanë qenë si të nazizmit, si të Stazit, janë, shkojnë në zonës, shkojnë vizitojnë ekskursione studimore, study trip. Nuk janë prekur apo jo? Nuk janë prekur, janë mbirmbajtur. Ti shikon objektet kampit që janë mbledhur. Unë kam qenë në Berlin te Muzeu i Holokaustit. Mbaj mend hera para që në 2000 sa, mos gaboj,
2004 mos gaboj, era parë, dhe kam dalë nga ai muze, e shokuar për një lloj, do thoja e ngrirë, sepse kisha lexuar shumë, por ti ku shkon dhe shef muzealizimin e holokaustit, objektet të shkruara, historinë e muzealizuar. Ka se si të mos kuptosh se çfarë ka ndodhur, psikoza e dhunës. Po qoftë edhe banalitetit keqe siç e quan Hannah Arendt, pra ky lloj burokratizimi i dhunës në aspektin e mos kukçarjes. Thjesht vrit asgjëso sipas urdhrave. Kështu ka qenë koha, këto kanë qenë ligjet. Ky Eichmanni për shembull, gjyqeve të Jeruzalemit që thot Hannah Arendt, apo qoftë edhe Zygmunt Bauman, që e lidh modernitetin me këtë lloj shkëputje të individit nga të kuptuarit, të skeqes, të banalitetit të skeqes, në kuptimin e njëshme të keqe. Ka një gjë që ndodh spaç. Ç'a kemi? Kemi disa burokrat, qoftë ministri, po qoftë edhe ministra apo kryeministër, që burokrat mbeten, të cilët nuk mendojnë, mund t'i duket diçka shumë e bukur, shumë e realistë. Qëllimet mund të jenë shumë të mira, nuk them, të bëjmë një lloj PR-i për spacin, për dhunën, vuajtjet. Dokumentari është fantastik si ide. Por frika ime është që në këtë lloj të marrjet e lehtësisë me të keqen, kthehen atë burokratin që mund të çbëjë të mirën. Dhe këto janë problematika të cilat pastaj patjetër që kanë ndikim në përballjen me të kaluarën dhe se si ne e kuptojmë këtë përballje me të kaluarën. E marrim lehtësisht, apo të kap me Kunderën, për shembull Milan Kunderën, apo fillojmë në të. A kemi ne frikë nga e kaluara se kjo është? Flas frika jon mbase është më e madhe se e shoqërive të tjera? Mua nuk më pëlqejnë generalizimet. Pëlqejnë krahasimet. Frikë nga e kaluara, po dhe mund të kemi frikë nga e kaluara, varet se çfarë ke bërë në të kaluarën. Pra që ka njerëzit skelete në për po kanë kaluar riketa shumë vite, pra 34 vjet. Po. Cilët kanë qenë ata? Di emra që kanë dhënë urdhra përveç Enver Hoxhës, kuptova. Edhe në një hetuesi tek tuk që mund të jetë përmendur, që ka qenë krye prokurori, apo qoftë edhe gjykata e lartë, plot emra të tillë, por ai që ka hedhur, që ka varosur në ministri, apo në tokën e të pushkatuarve, ku janë sot? Ata që kanë shkruar historinë e skaluar së lavdishme. Kanë sot mendime dhe mund të kenë kësy change token, thot Bernd Fischer, kthe monedhën, parë mbrapsh, do them fjalën, parë mbrapsh. Kanë bretje ndërgjegje për atë që kanë shkruar, kanë bërë një mea culpa, apo kanë turp mirë. Dhe këtu është ajo mënyra pastaj që në aspektin historik ti duhet të reflektosh më shumë. Charles Maier, dhe unë përmend shpesh, ka dhënë një fjalim fantastik, pra ai është marr, ka shkruar libra plot, midis krahasimit, ka bërë një fjalim në Vjenë para të vitesh, mbi kujtesën e ftohtë dhe kujtesën e ngrohtë, thotë ai, cold and hot memory. Në aspektin bën një krahasim midis fashizmit si totalitarizëm dhe komunizmit, dhe holokaustit dhe nazizmit. Do thotë pse nazizmi është një kujtesë e nxehtë. Gjithmonë ti e ndjen kudo. Shihni luftën në Irak, shihni se çfarë është bërë në Izrael, pra ti kudo ke dy ndjesi kur vjen puna te Izraeli, antisemitizmin, holokaustin dhe zionizmin, o tre. Zionizmin në aspektin e ideologjisë ekstreme të hebrejve, holokaustin si holokaust, të mersisht të genocid, dhe antisemitizmin që lidhet pra me ndjenjën anti-hebre, anti-izraelit. Është gjithë një prezente. Pavarësisht nga lufta e dytë botërore kur ka ndodhur holokausti, për shkak të përmasave 6 milion të zhdukur hebrej, ti e ke prezente. Po pse? Shteti i Izraelit pasi u formua, ka investuar në gjyqje, në dëshmi, në evidentim të krimeve, në përndjekje, në bërje të sjelljen para bankave të drejtësisë. Po dhe Hannah Arendt që përmendë që ka qenë kritike, po nuk është shpallur armike. Absolutisht, pa asnjë, po vjen, domethënë janë bërë kërkime, vazhdojnë sot përballur me idetë e saj, po është tjetër gjë. Po vazhdojnë projekte kulturore, Yad Vashemi, qendrat e holokaustit, kudo. Dhe këtë thot Charles Maier, pra është një kujtesë ngrohtë për shkak të investimeve që janë bërë nga shteti i Izraelit apo nga izraelitët kudo apo hebrejt kudo në botë, për shkak të sensibilitetit të kësaj
gjëme të madhe dhe për të mos u përsëritur. Atë duhet ta njohësh që të mos ta bësh më. Fajin. Gjëmën. Çfarë ndodh thot me fashizmin apo me komunizmin? Po ndalim te komunizmi. Cold memory, një kujtesë e hakullt. 35 vjet pas komunizmit, ne nuk dim emra, ne nuk dim çka kanë ngjarë, ne nuk kemi statistika eksakte, rrotullohemi drejt shifrave, janë 6.000 të ekzekutuar apo si janë 6.000 të ekzekutuar. Nga këta 6.000 të ekzekutuar, 6.400 që mendohet, sa të zhdukur janë që nuk u gjendën e shtrat varet, janë 2.000, janë 500, janë 250, në kampin e Tepelenës, sa fëmijë kanë vdekur, kanë vdekur 3.000, 300, 150, 200, 20 fëmijë nga tifoja, nga kushtet mizerabile të kampit të Tepelenës, sa pleq janë vrarë në kampin e Tepelenës, sa kanë qenë burgosurit në Spaç, cilat janë moshat, cilat janë karakteristikat, cilat janë backgroundet e tyre, qafbari. Pra, është një kujtesë e akullt, po është një kujtesë e ngrirë, do thoja në fare, po t'i shtohet tash se po bëjmë edhe unë tamam modeste për t'ju shtu pak asaj teorisë, qasjes teorike të Charles Mayerit. Ne sot thjesht nuk dim, sepse nuk kemi ato instrumenta, po qoftë edhe para, investim, vullnet, për t'ju përkushtuar seriozisht kaluarës son komuniste. Lëre pas e kur kujton se si kemi trajtuar ishtë për ndjekurit, ose ata që janë gjallë dhe ishin gjallë, se sa i kemi pasur në produktet mediatike, po themi, se sa i kemi pasur në debate, se sa mundet t'ja u kemi zgjitur ato hallet, sepse praktikisht erdhën me një traumë që mbase pjesa tjetër e shoqërisë nuk e kishte, apo jo? Mënyra se si ne jemi, shteti më shteti, instanca publike, jo unë as ti, jo ne. Ne jemi pjesë e zinxhirit, në momentin që ne zgjedhim, ata drejtojnë vendin. Qeveritarët thanë, parlamentarët. Kjo tregon mënyrën, në fakti që përndjekurit ende sot vazhdojnë peripecit për të vërtetuar traumat, për të vërtetuar vuajtjet. Sa vite kanë qenë në kamp, në Spaç, sa vite kanë punuar në miniera. Por, tregon mënyrën e seriozitetit që ne jemi marrë me të kaluarën. Janë jetë njerëzish, individ që shumicat të tyre kanë ndruar jetë. Një kolegja ime ka pas gjyshin fushkatuar, thoshte nuk i dua lekët e kompensimit, çfarë më duan mua, sa ishte gjalla ai kishte ndoshta ndonjë vlerë, paktën të ndihej pak i respektuar, jo më shumë. Por tash për çfarë duam lekët e kompensimit, që prapë si ka marrë. Por kur u fol, PR-i fort që do merrni para, për çfarë dua tha kur momentin që gjyshi im nuk është më i mat, do donte të shikte një sy ndritur, dhe një ndriçim të sysh të jati që të paktën po respektohej, po mendonte dikush për atë. Sa unë kam pas shtëpinë Leprak, dhe ne thoshim tek ish shkolla e lartë e partisë. Aty unë kam pas luajtur në kohën e Enverit, volejboll, futboll, me top së dus kam pas sa fusha. Ka qenë dhe i ferm biles, merreshim pjeshka. Dhe ca fruta, s'kam të shike pallate. Por ambientet e ish shkollës partisë u mbushën me të përndjekur politik. Dhe ne mendonin, wow, strehun. Por kemi vajtur t'i filmojmë, t'i pyesim këta njerëz si jetonin. Prap njësojmë, më ndoshta ikën nga Sabra, nga Bedeni Kavajës, nga Sabra, Plugu i Lushnjës, dhe u futën prap kolektivçe në ambiente po kolektive që u kthyn në ambiente private. Pse? Nuk i ka pas mundësi të shteti shqiptar për ambiente sociale, për ndërtesa sociale. Sot e di që ka ca bashkia ndërtesa sociale që ngaherë janë dhe bosh. A ka vrarë njëri mendjen? A kanë më këta pinjoll ose ata që janë gjallë më nevoja sociale? Sa qendra rehabilitimi kemi neve në aspektin psiqik, traumave që kanë ndodhur. Sa janë asistuar, është bërë nami se u mbajtën me hatër se ju dhanë disa bursa studimi në fillim të viteve 90 apo qoftë 2000, në ato kuotat e përndjekëve politik, pse i majnë me hatër këta njerëz. Sepse krijohet edhe kjo lloj smire, apo kjo lloj që duket në fillim si një lloj diferencim social, sepse nga padia vjen. Njerëzit mendojnë që kur ishte konkursi i mbi, nuk fitoi sepse kuotat ju dhanë atij. Pra prap krijohet një luftë klasash. Pse duhet jetë nevojshme të tillë të krijohet një luftë klasash? Pse? Kjo tregon mangësitë që ne kemi në të kuptuarit e mënyrave, mjeteve për të marrë me të kaluarën. Dhe këto shembuj nuk ka nevojë të shpikim neve, mos e rrota, su shpik nga ne rrota ka sheku që është shpikur. Mirë veçar do thoja.
merri më modelet që janë jashtë. Merr modelet që ke nga Gjermania. S'ka nevojë të shpikim ndonjë gjë. Absolutisht më janë aty. Biles merr më të mira sepse koha ka bërë që këta të përmirësohen këto lloj modelesh. Merr më të mirën për një vend që sot është nga 3 milion kemi shku 1,5 milion. Nga këta 1,5 milion sa veta janë që ka nevojë për ndihmë të shtetit. Janë aty. Cilat janë mënyrat që ne të bëjmë brezin e ri të kuptoj çfarë ka ndodhur ose ta njoh. Ja, pikërisht këtu dua të vazhdoj me pyetjet e ky brezi i ri, sepse situatën se sa jemi përballur me të kaluarën, sa e respektojmë të kaluarën, sa mësojmë nga e kaluara, ne e dim. Mjafton sot të jesh pjesë e debateve dhe ti shet sa nuanca në mënyrën se si personazhet debatojnë, e the shumë mirë, ne ata, ne armiku. Pra nëse ti ke një ide kundër rrymës, po themi, ti targetohesh, shënjestrohesh, dhe unë mendoj që ka lidhje me mendsinë komuniste që ne kemi totalitariste, po, që ne kemi trashëguar. Patjetër. Kështu që pasojat janë. Të qëndrojmë këtu te brezi i ri, pra sa këto breza kanë marrë dëshmi të rrëfimet, qyshërve, e hallave, çajave, tyre. Familjarët. Për familjarët. Për dalë ndoshta pastaj edhe në përgjithësi rinia shqiptare të rinë sa din sot. Tash, më pëlqejnë krahasimet, sepse bazohesh në realitete të cilat kanë ndodhur dhe të shikon në një lloj autoreflektimi të asaj që ndodh në Shqipëri me atë që ka ndodhur ndoshta në vende të tjera. Ja pra në Gjermanisë. Mbas luftës së dytë botërore, ndodhi Holokausti. Kancelari Adenauer shprehu dëshirën që për shkak të rrethanave historike, fillimit të luftës së ftohtë në Europë, ndarjes së Gjermanisë në dy pjesë, një socialiste dhe tjetra liberale, në aspektin e Republikës Federale Gjermane, të mbyllej shpejt kapitulli i të denazistifikimit që quhet, pra zhbërja e trashëgimisë naziste, dhe ecja para pastaj për të kthyer Gjermaninë në një motor ekonomik të Europës për të përshpejtuar proceset e Bashkimit të Europës, dhe atë që kemi produkt sot Bashkimi Evropian, që është në sajt pikërisht idesë që kishte Adenauer bashkë me Francën, Schumann apo qoftë De Gasperi në Itali, për të lënë pas krave, do thoya një proces i ngjashëm në Itali, pak biles më i lehtë se në Gjermani, për të marrë me të kaluarën fashiste apo naziste. Çfarë ndodhi? Lehtësia me të marrin dhe problematika që dolën gjatë rrugës, për të cilat gjermanët pastaj reflektuan në mënyrën se si bën do thoya dekomunizimin si proces të tyre, që sot merret një vend ekselent, shembull jashtëzakonshëm për suksesin apo për të themi për një lloj kualiteti, cilësie në mënyrën se si kanë spastruar apo se si janë përballur me të kaluarën e tyre, qoftë naziste, qoftë komuniste, dhe që ende sot vazhdojnë duke sjell para bankave të drejtësisë, ish nazist, roje të kampeve të ndryshme, major apo ushtarak apo njerëz që kanë shërbyer në këto kampe, megjithëse janë në moshë tmerrsisht të thyer 80 e kusur vjeç, dhe i nxjerrin para gjyqit, i bëjnë, i procesojnë për fajt që ato kanë bërë ndoshta 40 e ca vite më përpara apo 40-60 vite më përpara. Në çfarë ndodhi në Izrael? Që mendonim që me krijimin e shtetit Izraelit do kishte një lloj ndërgjegjësimi të fortë mbi Holokaustin. Por deri në momentin e gjyqit Eichmannit, apo sidomos kur Hannah Arendt botoi banalitetin e skeqjes, origjina e skeqjes, e totalitarizmit, i reflektimi i saj mbi atë banalen, ordineren, të thjeshtën, të thjeshtëzimi i skeqjes gjatë gjyqit apo deponimeve të Eichmannit dhe hedhja fajin, i vetëm të vetja jo, po të tek sistemi, ashtu ishte koha, ligjet. Shumë hebrej, shumë izraelit, që kishin qenë pjesë ose të mbijetuar të Holokaustit, nuk folën. Deri në mesin e viteve 60 apo themi 61 që ka qenë gjyqet e Jeruzalemit, nuk flisnin, sepse trauma e tyre ishte aq e madhe sa një cimbose që pati gjyqi Eichmannit bëri të shpërthejnë zërat e kujtesës që quhet. Deponimet, por nga njëherë dhe fatale, për marrje jetësh, atake zemre, apo qoftë edhe të rënit figurit gjatë deponimit në gjyqin e Eichmannit. Njerëzit nuk kishin folur për atë gjëm të madhe, kishin ndoshta në Auschwitz atë tatuazhin, numrin, se vetëm Auschwitz ka pas faktikisht, pavarësisht është këtu në mit
dhe filmat që janë bërë me tatuazhin në aspektin e matrikulimit të personit, por nuk flisnin. Nuk flisnin sepse trauma psiqike, eksperimentet, përvoja e tyre ishte tmerrsisht tronditse për të rikthyer edhe një herë, për të kujtuar edhe një herë. Por u desh një gjyq si Eichmann për të kuptuar rëndësinë e kujt, e cili fenomen, ndërgjegjësimit. Jo vetëm për mos ndodhur, por për të ditur, për të kuptuar nga vjen kjo e keqe. Cilët ishin ata persona që ishin shkaktar të kësaj të keqe, sepse jo çdo gjë barazohet me Hitlerin, me Mussolinin, me Stalinin, me Enverin apo ku diun, me radhë gjithë diktatorët. Po për të kuptuar mekanizmin, zinxhirin e dhunës. Një aparat i tërë, arma e pushtetit apo armët e pushtetit për të kryer të keqen në emër të pushtetit, për të pastruar, për të purifikuar. Pra, vetëm në mënyrë duke folur, për me treguar, pra, duke që thot Padre Zeflume, duke kujtuar, duke lënë dëshmi, duke dhënë intervista, filloi gradualisht të kthehet pranë atë që thash më përpara, kujtesë të nxehtë, të jetë gjithë një prezente, të flasin njerëzit, të jetë një open museum, ti të kudo që të udhëtosh, të shikosh, të ndërgjegjësohesh mbi fatet e shoqërisë ku ti jeton, të kaluarën. Më thoni, kur thoni, po jo vetëm me makina private, po themi transporti publik, çfarë reklama shikon? Reklama komerciale. Shef në gjë nga diktatura komuniste? Në Gjermani, kudo që shkon, në transportin publik, qoftë me avion, me metro, me autobuza, me trena, ti kudo shikon fakte, shifra, persona, fotografi, shprehje, pra është kthyer ambienti në një muze i gjallë, një muze i hapur, në të cilën ti lexon duke pritur, fikson dhe ndërgjegjësohesh mbi atë që ka ndodhur të kaluarën. Ti ke në sajte të ndryshme në Berlin, muze të hapur ku nuk paguan gjë. Ti shkon për kuriozitetin tënd dhe shikon. Ke një shtyll trafiku kështu semafori po. Me një shkrim të vogël, pllakës të vogël, ku të tregon që në këtë lagje, kjo kudina që ke përballë që ti po pret për të kaluar rrugën, ka qenë një zyrë e Gestapos, apo ku diun, një zyrë gjatë Stazit, gjatë kohës së komunizmit, pra. Dhe reflekton njeriu, pra lexon. Një gjë tjetër që kanë bërë fantastike ka qenë dhe Rama e ka kopjuar si artist që është, këtu jap i hiq kapele në aspektin estetik, por jo mjafton vetëm estetika. Ka të bëjë me pllakat poshtë ato bronzit, 21 janari, çfarë bëri Rama. Kemi pllakat e bronzit në bulevard ku u vran 4 viktima, 4 qytetarë në fajshën. Dhe kudo që shkon aty ti shikon, jo vetëm për aspektin turistik, por ti lexon që dhe bësh kurioze ç'ne këto pllaka bronzi këtu. Është një ide që është marrë nga muzealizimi që është bërë Holokausti në 2008, nga Cobblestein që i quajnë cobblestone në anglisht, ku përpara çdo godine ku ka pas një familje hebreje, e cila është deportuar në Auschwitz apo në të gjitha kampet e mundshme, është vrarë apo ka mbijetuar, ti ke emrin e personave, Ilan Fisteku lindur këtu, vdiq në këtë kamp, Treblinka, Auschwitz, Mauthausen, apo ka mbijetuar. E cila është marrë si ide për këto plakzat e vogla të bronzit në të gjithë Europën, është vendosur dhe kudo që unë paktën më kanë raste të udhtoj, i kam bërë fotografi, sa herë shoh në një, sa im shoqë më thotë, gjetë edhe një plak tjetër, bëj foto. Është njësoj si me lapidarët, kudo që shkoj në Shqipëri unë bëj foto, sepse për shkak edhe të profesionit apo dhe të lëndëve që jap, historia, kujtesa apo peizazhi memoristik dhe ja tregoj studentëve. Sepse mendoj që vizuale është e rëndësishme. Tallët ai me mua ose po shaka, ta ndaloj makinën, bëj një foto lapidarit ose kur shkojmë nëpër rrugët e Europës e bëj, biles në Romë isha afër Vatikanit, veç kur gjeta një shtëpi që lloj që ishim në një shtëpi Airbnb dhe bëna foto. Edhe goca më thoshte, "Mami, gjeta dhe tjetër." Pra ti angazhon fëmijët. Ja angazhon, po. Në mënyrë indirekte, në një farë mënyrë ka lindur që të gjejmë, të zbulojmë, të kuptojmë historinë. Edhe duke i treguar. Një libër fantastik ka qenë sa më kujtu goca, ka qenë ky libër që ka bërë Konrad Adenauer, Fondacioni Konrad Adenauer, me disa artistë, mos gaboj letonez apo estonez, por me një bashkëpunim me ISKK-n. Atëherë ka qenë drejtora Agron Tufa që ka bërë këtë librin për jetën e Sabia Kasimatit. Fantastik, peshq që tregojnë, do të thonë kundra rrymës. Ku Sabiaja ishte një peshk në formë simbolike që kishte dalë kundra rrymës, së kujt të kohës, dhe ai përbindshi peshku i madh i një fytyrë shumë qesharake dhe i përbindshi, e pushkatoi,
Sabihan bashkë me peshqit e tjerë që kishin dalë kundër rrymës, por për një fëmijë shumë e këndshme për të kuptuar. Sa herë kur vjen puna kur ishte e vogël, se kam 11 vjeç që tash i bën, kur më pyet ndonjëherë se ka shumë kuriozitet për të kaluar, thot mami, hyen Veroxha ai peshku i keq. Peshku keq, pra fiksohen, ti fillon pastaj edhe duke u rritur mosha dhe i mbush bagazhin, sepse nuk mund të thuash thjesht peshku i keq. Por i shpjegon se çfarë ka ndodhur kjo e keqja. Thjesht ai kishte lindur i tillë, mendonte kështu apo ka faktorë të tjerë. Për të shpjeguar historinë, pra janë këto forma të cilat përdoren, janë marrë shembuj për të mos haruar. Pra nuk për të treguar, për të shmuar, të gjisuar. Çdo gjë tek rrëfimi i të mbjetuarve. Ai rrëfimi është i rëndësishëm sepse është një rrëfim i eksperiencave personale. Dhe unë di që ISKK-ja ka këtë zërat e kujtesës si kolan, votimesh me incizimet që ata kanë bërë të viktimave të komunizmit, që për nuk mjafton vetëm aq. Organizojmë shkolla, për shembull në departamente kemi çdo vit o shkollë verore o vjeshtore me oral history, ku dhe ne u njohëm bashkë, ku ne ftojmë apo shkojmë, vizitojmë vende dhe ne dëgjojmë mbi të kaluar, dhe jo thjesht me viktima, se nuk është thjesht fokusi i negativitetit ose i të kuptuarit komunizmit thjesht si dhunë, por jo vetëm dhunë në kuptimin e asgjësimit, por ti ke dhunë edhe në kuptimin e ideologjisë, mënyrës jetesës, si jeton shqiptarët. Parafabrikatet, shqiptarët jetonin parafabrikate. Çfarë është parafabrikate? Është vetëm fenomen shqiptar, dhe këtu sjell Max Weber. Ka një libër fantastik mbi betonizimin ku nxjerr fenomenin e parafabrikatet jo si vetë si strukturë e lehtë për të ndërtuar praktike me kosto shumë të ulta ekonomike për shkak edhe të problematikave që kishte komunizmi në vitet kur u bë parafabrikate, që u mor nga lindja dhe ti ke në Berlin apo kudo në lindje struktura të tilla, që nga Bashkimi Sovjetik deri në Berlin, strukturat parafabrikatet për shkak të kollajxhes për të ndërtuar. Por ai thot, parafabrikati është izolimi i njeriu në ambient të ftohtë. Unë kam jetuar vetëm në parafabrikat. Në dimër kisha ftohtë, në verë kisha vap. Sepse edhe struktura e pajisjes së shtëpisë pa ngrohje, pa gjë, thjesht si një ndërtesë fut njerëzit edhe i ke strehu, kaq mjafton. Por çfarë është për mirëqenien? Ke menduar për mirëqenien e njerëzve? Pra vetë ndërtimi, parafabrikimi i jetës, këtu e ka Max Weber. Është dhunë. Ti detyron njerëzit të futen në XY godin, të cilën ti e ke parafabrikuar, ja ke dhënë, po pa pyetur se ç'lloj jete bëjnë. Dhe kjo është dhunë, pra nuk është dhunë thjesht asgjësimi i individit fizik, por dhe shpirtëror, mendor, sepse ti e trysnon, e fut në një kornizë që cilën nuk e çan dot. Sado ai që tenton ta grishte mund, asnjësohet, kalon kufirin. Sa viktima kemi deri në verë të 90-s apo 91-shit. Pra janë këto aspekte që nuk dihen e komunizmit, se thjesht komunizmi mendohet si një gjë e keqe, janë vrarë njerëz, janë vrarë disa të tjerë kanë jetuar, por mos dal pastaj tek bashkëvujtës dhe bashkëfajtor, por nuk ka analiza të thella, nuk mjafton vetëm kaq. Po çka qen komunizmi në Shqipëri, sa din? Bëjnë kur ra komunizmi më? E di kur ka rënë komunizmi, ka debate të forta. Unë jap një tjetër shifër datë, si historiane them që me zgjedhjet e para pluraliste, nuk po them të lira, të 91-shit, 31 mars 91-shit, mendoj që ka rënë komunizmi, sipas ligjit, jo, korik në 91-shit, ose me çbërjen e armës së sigurimit. Pra cili është data e rënies komunizmit, as këtë se dim. Dhe kur vjen puna pyet pastaj studentët apo të rinjt, këtu dalen në disa aspekte aq qesharake të pamenduara nga mua për shembull. Si për shembull? Bëjmë lëndën historia dhe kujtesa dhe po i tregoja për muzealizimin dhe nganjëherë unë humba të realitetin duke u marrë me studime dhe mendoj që të tjerë do i dinë ose studentët, po i tregoja kur ra komunizmi, 20 shkurti, në moment i pyes, "Më e dini ku është? Ku ka rënë shtatorja e Enver Hoxhës? Ku ka qenë më shtatorja e Enver Hoxhës?" GKMK. Ta udhësh. Por e dini, diku zysha tha njëri tek korpusi i universitetit. Aha, thash, "Okay, po ju tjerë, po diku në qendër, po ku pra? Ku në qendër?" Filloi secili të bënte një lloj guessing. Asnjë nuk e dinte vendin. Pse? 20 shkurti. Po çuditshme se ka dhe pamje, ka dhe foto. Po s'u intereson, janë TikTok, janë Instagram. Nuk i intereson. Dje, rastësisht po shikoja në YouTube diçka, një intervistë të një personi të dënuar, në edhe një podcast. Edhe i mbirë më tha, "Mami, kush është ky?" E thash, "E di tash që ka bërë grevorie në Spaç, ka qenë kaq vite i dënuar." Tha, "S'ka qenë ky që ka bërë revoltën në Spaç." Duhet tash më pse diti që ka bërë ka pas revoltë tash Spaç, po më tha si se di, se kam pa në Instagram, tha baba tha e një VIP e sot, e një vajze ka qenë atje tha në Spaç, edhe ai ka bërë. Mi thash që ka bërë ai vetëm.
vjen informacioni kjo influencera pas ka shërby për diçka të pak tjetër. Po prandaj pra janë vlera e rrjeteve sociale që edhe ato gjëherë censurohen, no, se për efekte politike. Pra TikToku, Instagrami, Reelsat. E di, po dhe ne të rinjve duhet informacionin 30 sekondë. Duhet edhe ne të rinjve t'ja u gjejmë formën sot. Patjetër, duhet adoptojmë. Mos presim të kohat na përshtatet neve. Nuk mundet që ne të rinj t'i kemi vetëm mbi libra sot. Absolutisht ka nerva për libra. Është e pamundur. Tregoj prap gallat me kalamajt. Goca, ma si ke jetuar, se ajo ka thash më shumë se ka kuriozitet më shumë mbi historinë, po. Nuk e di, tmerrsisht. Edhe më pyeta bit kaluar, si ke bërë ti tha kur s'kishe internet? E thash, po kam lexuar libra, sa kokoti. Po pra. Po mam thash, po te libra duhet me lexuar, jo vetëm pa YouTube apo short ato, edhe reelsat që shohin, domethënë dhe YouTube-in kur shohin këto shorts, nuk shohin këto një orë edhe s'ka diskutim. Pra, mos presim që ne të adoptojmë kohë, domethënë kohat na adoptohet neve, na përshtatet, por ne duhet të përshtatemi këtij brezi. Edhe mësimi, ne kemi bërë një projekt shumë të zgjedhshëm në fakultet, disa kolegë të mi, EduGame. Pra ti të përdorësh dhe lojrat, edukimin dhe argëtimin për të mësuar. Argëtimin për të mësuar. EduGame. Pra një ide shumë e mirë për të mësuar nëpërmjet lojrave. Madje edhe kur bëjmë trajnime, ne përdoren këto kuba gjëra. Në fillim thash sot, kam qenë një 2-3 herë në këto trajnime. Thash këto tash me këto kuba, modestia ime, tash e kam marrë me marr me kuba, po do të që ai kubi bëri puna na angazhoi. Ai ta vizualizon të dhënën. Patjetër, pra në forma praktike. Ti mendon për një kohë caktuar, një minutar caktuar, ti japësh një sintezë, një argument të fenomenit. Sa ke sot, në ngjita duke përmend Gjermaninë, po e njoh si rast, sa ke sot puzzle-a me spaqen. Me planimetrinë nuk kemi planimetrinë me spaqen. Kemi në ata që duan domethënë që studiojnë, por flas në për publik, që varet. Ti si di sa janë 9, 11, sa kanë qenë. Ti bësh në forma puzzle, ta ndërtojmë spaqen, siç ka qenë. Lego. Të ndërtojmë një objekt siç ka qenë. Sa? E po që ti bëjmë këto Lego duhet kemi industri të prodhimit, nuk e kemi. Pa mas Lego për të bë kartona apo për të bë cadrasa. Po nuk e kemi mbase si kemi këto fabrika që duhet bëjnë Lego. Kemi dëshirën, mendoj. Njeriu bën të pamundurën. Momenti që ka vullnet çdo gjë bëhet, çdo gjë realizohet, që nga dia deri tek argëtimi. Thjesht kesh vullnet, por vullneti nuk duhet lënë thjesht në dorë të njëshit apo të disave që ne mendojmë që ata dinë. Të presim që thon ata. Pse jo edhe ne të mobilizohemi. Prandaj vjen kjo grassroots nga poshtë. Ne të vijmë këto incentiva edhe nga poshtë, si rasti spaqet me këtë lloj riaktivizimi që u bë këtë vit. Të fillojmë të ndërgjegjësojmë, të godasim disa dyer, të trokasim disa dyer, të kërkojmë disa kërkesa dhe unë me entuziazmin e pash edhe mirëpritan i farë mënyrë entuziazmin e NGO, këtyre përfaqësuesve të NGO-s që thanë që ministria pezulloi. Ishin shumë të kënaqur, edhe kaq mjafton, pra ata trokitën në një derë dhe për momentin u pezullua. Sa të doja të ishin dhe të cilla të tjera iniciativa. A e di për shembull ka qenë Musin e Kokalari në e Burgosën në Tiranë? Jo. Te medreseja ka një zyrë dekori, s'ka asnjë pllak aty. Që këtu në këtë godinë ka qenë Musin e Kokalari, ne kërkojmë Musinen, bëjmë lloj dokumentar, shkrime, artikuj. Unë kam çu studentën Gjirokastër të shtëpia sa e rënuar e Kokalarëve. Por e kanë Tiranë një nga ato rrugtimin e saj. Në Tiranë te medreseja, te ish dekori, kanë duhet vënë një pllak, nuk ka pllaka. Ku ka qenë kjo sigurimi, zyra sigurimit, as unë se di me thënë drejtën. E kam parë Kastriot Dervishin që e ka përmendur diku. Po nuk e di, ku ka qenë ky sigurimi. Kemi shtëpinë me gjethe dhe shumë të huaj e marrin shtëpinë me gjethe. Si emblema, simboli i sigurimit, por nuk është ashtu. Shtëpia me gjethe është një muze, do thoja, dinjitoz. Goxha i mirë, në fillim kam qenë tmerrsisht skeptike, sidomos me atë zbulimi i bukuroshës së fjetur që u bë çipjare i ardhur por nga One Mani. Por që u hoq, në fillim edhe u ftuan gjithta, sidomos shtëpia me gjethe, po qoftë edhe vila e Verodës, ftuan ambasadorët dhe lihen jashtë shqiptarët. Pjesa e vilës së diktatorit. Do dal. Dhe është, domethënë, por dhe ata e marrin mirë qen, ato janë ato objektet bosh henat që them unë. Ambasadorëve ju bëhet një rrëfej, një version dhe e dinë që aty te ai muzeu kanë qenë historia e sigurimit. Po ajo shtëpi nuk ka qenë headquarteri, nuk ka qenë rezidenca zyra kryesore e sigurimit. Ka qenë një shtëpi
nuk po e them doktorin që ka qenë si zyra Gestapos apo qoftë edhe si shtëpi lindje e doktor Gushos, por nuk po ndalem në historinë e saj si shtëpi përpara luftës së dytë botërore, por nuk ka qenë zyrë e sigurimit, ka qenë zyrë ku spionoheshin telefonat e ambasadave ose përfaqësive diplomatike në Tiranë. Pra, apo ku hapeshin letra që vinin nga jashtë. Është një narrativ e gabuar krejtësisht. Po patjetër, pra, pse vjen kjo? Se është ajo ena bosh se nuk di, për të mirëqenë çdo informacion që të vjen. Ki e sigurt që është keq informimi pa dashje? A këtu nuk e di, tash këtu duhet analizuar pa dashje apo me dashje apo si shumë raste pa dashje, më kupton? Është ping-pong midis atyre që kanë qeverisur vendin për të përfituar, për të instrumentalizuar, për të mbyllur një quick fix, për të gjetur një zgjedhje momentale, për të hequr ndoshta edhe vëmendjen apo për të thënë që ne kemi bërë diçka. Nuk mjafton vetëm aq, sepse nuk mjafton vetëm të ngresh ngrehina apo fasada. Duhet mirë fillti, një ngrehin pa themele të forta bie. Kur shtëpia e Enverit. Po pra, një promovim sikur kemi një eveniment aty, nuk e di. Shumë sa shqiptar janë futur te shtëpia e Enverit. Është një shtëpi që ende sot është me gardh, dhe hapet ai gardhi apo ai postobloku, sipas rastit, kur ka evente ndërkombëtare, kur ka një festival ndërkombëtar, ku ftohen artistë, sot është një rezidencë artistike. Edhe prapë kjo një ide e kryeministrit për të bërë këtë kontrastin, ndoshta e kam mirë si ide, për të bërë kontrastin e kundra censurës, me idenë që në një shtëpi ku ai ka jetuar, ti sjell artistë të cilët bëjnë art avantgard, që është kundra kornizimit artistik që ka pas Enver Hoxha. Por ajo që unë ngre, ose që mendoj, që vras mendjen është, po pse më nuk u hap kjo shtëpia për shqiptarët? Po pse më vetëm për artistë, pse më vetëm për VIP-t? Se vetëm për përfaqësi diplomatike. Se të ka një selektim dhe për zgjedhje pra, nga këta që drejtojnë. Është ajo kontrasti, nuk i futem se si mendon një artist që thash, por po shqiptarët, pyetja është e thjeshtë, është shumë banale. Po. Pse nuk hapet për shqiptarët, futen të shikojnë? Unë u futa, por rastësisht e kapa në ditën e fundit se isha jashtë, mora gocën, filloi afër mbylljes orarit, dhe më tha Roja, këtu s'do futesh, këtu është mbyll kjo zona, këtu është mbyll kjo dhoma. Su futën pa vetëm atë hollin me ca libra dhe kaq. Sepse Enriketa është ajo ideja që folëm, ose që të paktën unë e kam, që historinë e kontrollon ai që ka pushtetin. Ai që ka pushtetin e kontrollon historinë në diktaturë, jo, në demokraci, thash pra, racisja nga liria, pra, unë i qëndroj kësaj. Në demokraci ka kontroll të narrativave. Historia është multivokale, shumë zëra. Momenti që ne bëjmë një zë, ka dhunë. Nuk është dhuna thjesht asgjësuese, por ka dhunë indirekte. Pra duhet lënë e lirë, por duke mbrojtur, kuptohet. Duke vënë patjetër kufizimet, pra se edhe ajo spaçi. Nuk shkojmë spaç, sepse është një ambient ku ne mund të xhirojmë, mund të bëjmë çfarë të duam, por patjetër që ka disa kufizime që nuk duhen dëmtuar, duhen ruajtur disa parametra. Njësoj kudo. Pra ne nuk kemi pllaka përkujtimore, ne nuk dimë. Kemi pasur vila aty ku kanë mbjetuar sot, por që janë vila edhe të njerëzve që kanë bërë historinë e këtij vendi. Që nga pavarësia dhe deri sot. Ku kanë jetuar këta njerëz? Në 25-ën, në 20-ën që u bë, që u diskutuar për pallatet të Enriketa, mbasi. Po një pjesë e mirë, por për shembull, jo marr. A di që ku ka qenë qeveria e parë? Zyra dhe ministrive të parë në Tiranën që u bë kryeqytet, rastësisht u bë dhe Tirana kryeqytet mas kongresit të Lushnjës, se nuk është se u vendos që definitivisht Tirana do ishte, por me që dursi ishte i zënë, Zogu erdhi, ngriti një farë mënyrë, formoi qeverinë në Tiranë mas kongresit të Lushnjës dhe ku kanë qenë ministritë e para. Vendimi i kongresit të Lushnjës ka qenë momenti që nuk kemi Tiranën një qytet modern, sepse periudha midis dy luftave botërore është ajo që e modernizoi e ktheu në një qytet oksidental, europian, se ka qenë dhe këto qasjet atëherë për modernizimin e një vendit. Kanë jetuar nëpër vilat e para. Pra s'ka pas një godinë ministrie siç ne e parashikojmë. Po ku janë këto godina? Teatri Kukullave, okay, parlamenti. Po s'është vetëm Akademia e Shkencave. Pallati Brigadave njihet, nuk njihet si pallati mbretëror. Ne themi akoma sot e kësaj dite bëjmë pritjet, edhe un kam qenë një herë ftuar aty, pallatet e brigadave. Pallatet e brigadave. Shumë vonë nga formimi i pallatit mbretëror. Ku ka qenë mazoleumi i nënës mbretëresh? E ka rindërtuar familja mbretërore, por nuk e di. Është hedhur në erë. Pra, janë këto pjesës atë rrugëtimit
të krijimit të shtetit shqiptar, të cilat humbin për shkak të mosvëmendjes. Ndaj së kaluar, sepse lidhen të kaluarin vetëm me komunizmin, po jo është një rrugëtim i tillë nga 12-ta. Deri sot, për qoftë edhe Periudha Tirana. para komunizmit E ke parë ka post të humbur bllokun sa fare. herë më çmend fare si ide. Domethënë, unë i kam çuar dhe një SMS kryetares në detyrë të Bashkisë Tiranës sot dhe ende më vjen keq ta them, por në një trishtim. Ke të vetmin Open Museum në Tiranë për diktaturën që ke post të bllokun tek Lulishtja përballë Rognerit, në hyrje të bllokut, Komiteti Qendror apo përballë kryeministrisë, kolonat e Spaçit, një pjesë e murit Berlinit, bunkeri. Edhe një plak bronzi për që janë dëmtuar, xhami thyer, shqyer, plaka bronzit, dhe ende sot nuk e di kush e ka përgjegjësinë për ta rregulluar, po sa kushton. Okej, bëjmë tender. Jo, kur duan ata, kur duan e bëjnë, ke dy shtëpi, ke dy shtëpi që na vinë edhe na bëjnë. Ke shtëpinë Ismail Kadares, që e kanë bërë Dritroagollit po. Dritroagollit, pra kur duan veprojnë, mendoj. Po prapë mbetet në atë one man-in. Do t'i çojmë të gjejmë, e disim thotë kush. Të gjejmë lidhjen të gjejmë anën e kryeministrit, në Altmadnis. Për të thënë, për ta bërë me dije se historia është lënë me zgjedhje në klasën e 12 si bi për maturën. Se ka një ndoshta t'i binde, të gjejmë një anë atij që të na bëjë historinë të detyrueshme se patë e keni të kot. Çfarë qasje është? Çfarë qasje totalitariste. Pra ne çdo gjë i themi atit, ti themi asaj, të bëjmë, ore ka drejtori të menaxhimit, parë qeveria rekreacione se si e kanë të vënë të emra modern. Çfarë merrem? Unë shoh zonja që pastrojnë, disa dalin edhe foto, në liçen që bëjnë foto për çdo gjë, pastrojnë shkretat me ato fshesat, ka ja dy që bëjnë PR-in, po si ka rënë sy, ky post të bloku, te komiteti. Mund bin edhe njerëz aty brenda. Dhe shumë afër aty përballë me kryeministrinë edhe me është korpulla se di. Korpulla nuk e di, duket se është, më duket apo. Vazhdon ta ketë. Nga e voçkël u bë madhe. Po besoj në 2030 do bëhet dhe më madhe. Ajo është një vepër faktikisht e një Shikoj, bukur është si vepër, po e një artisti austriak. Problemi është që ne kemi për shumë vepra të huajve siç është piramida. Piramida, me ato arushat, unë nuk e dija që ato arushat që ishin vendosur piramidi ishin një vepër artistike. Shumë e habitshme piramida sepse lidhet me të kaluarën tonë patjetër, po këndvështrimet e turistëve. Po s'është më piramidi, është komplet zhvendosur. Mirë zhvendosur, po këndvështrimet e turistëve të cilat janë se i kanë pyetur me shumë vëmendje disa. E rëndësishme thonë që nuk i keni vënë kruspën. Po ka qenë edhe plani Berishës atëherë për ta bërë parlament për t'i vënë kruspën. Dhe sido që të jetë, është aty, pra quhet. Po piramida nuk ka më, ka në histori aty, ka në plak që thotë që kjo ka qenë vendi ku do bëj muzeu Enver Hoxhës. Di që unë kam vizituar piramidën mos i vdiqën verë, kam shkuar në shkollë. Ska mbaj mend topin, e mbaj mend fotot e Enver Hoxhës, pastaj u bë për çau përdor, për libra më duket do janë bërë panajira të libra, pastaj u bë Top Channel-i, për t'u lënë pastaj në zhbërje totale dhe hajt më të pak në vendor. Por nuk janë më ato mermerat e famshëm të cilësisë mirë të ardhur nga Italia. Unë kam gjetë dokumenta në arkiv, gjithë projektin e piramidës. I jashtëzakonshëm. Dhe është një vepër bashkë me pallatin e kongreseve, bashkë me muzeun, të cilat janë simbolika të kujt. Të atij të është quhetur art, Lubonja i thot socrealizmi, realizmit socialist, nga arkitekt shqiptar. Momentin që vëm arkitekt huaj, ti e çbën originalitetin. Pra dhe kur edhe komunizmi ka pas disa arritje, do të thonë. Në kuptimin e kujt, sepse çdo diktaturë ka modernizëm. Patjetër që ka modernizëm. Hitleri ka bërë autostrada që i thonë, ka pas dhënë, por ka bërë autostrada që ne sot shkojmë në Gjermani, sepse është diktatura e tillë revolucionare, të shndron mënyrën e jetesës. Atëherë, çfarë mban mend nga ose cilat janë objektet e ndërtuara gjatë komunizmit? Hidrocentralet, ç'zhbëra. Jo, hidrocentralet janë, po këto fabrikat, supersulfati, laçi, tecet, ku janë sot? Uzina, tekstilet, e di që do bëhet një projekt për kombinatin, mos gaboj Kazamonti. Ç'bërë, janë të çdo gjë të rënuar, të çbëra nuk i tregon dot. Unë kam shkuar me studentët e mi në shkollën e Vjeshtës në metalurgjik. Nuk e dija që metalurgjiku ishte mos gaboj 300 hektar. Kemi shkuar me autobus, e kemi bredhur. Sepse nuk mund të lëvizjen këmbë, po. Po një hapësirë pa mat, pavarësisht se është dëmi kolosal, ka qenë ngritje e metalurgjikut në një nga fushat e Dumres më fantastike Elbasani dhe ndotja ambientale, gjithë pasojat.
por ka qenë një godinë e cila është rënuar, është ndarë, është bërë copëzuar, është parcellizuar për të dhënë kompanive private, sipërmarrjes private për të bërë punishtë të vogla. Po është rënuar, është gjëpër. Unë kam shkuar në Bullgari, në Sofje, aty kanë qenë, vazhdojnë të jenë. Në Jugosllavi, uzinat, kombinatet e kohës Titos, janë njësoj. Pse në Shqipëri janë ç'bërë? Ç'është ky mentalitet destruktiv në ç'bërjen e një trashëgimie dhe njësoj vjen të Spaçi, pra në Spaç kur shkon nuk ke xhama. Ç'e gjeti me marr, ku diun, këto kornizat e qelive, për ç'a janë duar? Vila e Mbretit në Durrës, unë jam pataksur kur e kam parë, dhe aty kam edhe në Shirok. Janë komplet të ç'bëra në 97, po më çfarë është në 97? Jemi vrarë me njëri tjetrin për bindje politike, 3.000 të vrarë. Po pse duhet marr pllakat e vilës mbretërore? Ç'a i bën pllakat? Ti shqyesh kështu, nuk i bën dot ti vësh në banjot tënde personale. Nuk i instalon. Po si? Pra janë gjithë këto do të thonë këtu e vrasmendin pastaj edhe është marrëzira kolektive pra. Po në një farë mënyrë marrëzirë kolektive, po pse vjen kjo ideja e ç'bërjes publike të gjës? Sepse gjatë komunizmit mendoj unë, një pjesë, një mundësi mund të jetë shpjegim është çdo gjë ka qenë e detyruar. Pastronim shtëpitë ose pastronim lagjen. Tash I themi sa pis kjo lagje s'ka ardhur bashkia me pastruese kompanitë, edhe gjejmë ankesa fillojmë edhe kur kemi një herë dhe frustracione politike dhe I shfrym. Por ka pas një detyrim për të pastruar çdo të diel mos gaboj. Pallatet rreth rrotull me mund t'i madh. Ufa, kush del tash të heqë shkurat, të heqë gurat e gurishtat e këto shkurat në rreth pallatit për ta pastruar me zor. Dhe ky element na shkthyer në fobi pra. Të gjithë thuhet thonë ju shtëpitë mrena I keni shumë të mira, shumë të pastra, ama sa del jashtë shef një qese me plera. Ti ambiente publike me video të influencerave që vinë për turizëm në Shqipëri dhe di cila është ideja e videos? Nuk do ta besoni se çfarë shtëpie është brenda këtij pallati. Po, ama jashtë. Dhe futen me video dhe në fakt të shikosh shtëpinë brenda, sikur ajo është një shtëpi e një vile. Por jashtë është krejt një realitet tjetër. Kjo vjen edhe nga detyrimi, çdo gjë me detyrë, jo me ndërgjegjësim, pra nuk janë ndërgjegjësuar, njerëzit janë detyruar dhe kur vjen puna në një moment kur kanë pas këtë liri, kanë artistë pra, kanë thonë djallë vaft. Shkoj ku të shkoj. Djallë vaft, rëndësi ka ky. Sinori im, asa ç'a bëhet me jashtë, po kjo vjen pastaj në ç'bërjet fabrikave, në dëmtim të çdo gjëje publike, në humbjen e rëndësisë sepse publike është barazuar me komunizmin. Shtetërorja, njerëzit nuk kanë pasur mundësi plotësonin nevojat e tyre dhe kudo, edhe skeqet e famshme të Fadil Hasës, garushtat, kripe, sheqer, pra hiperbolizimi I skeqes në forma qesharake apo të bërit qesharake të keqes. Unë çdo sektor publik, ata që punonin villshin nga gjë për të plotësuar nevojat e tyre të përditshmërisë, ata që punonin te fabrika sheqerit, ata që të trushi, apo enot për të qerasur, ato garushët e mëdha, tasat për të qerasur, sepse ato merrshin. Pra, momentin që ra shteti, ra komunizmi, nuk do të thotë që kjo pronë do binte, sepse ishte prona e qytetarëve, por kjo dhunë informale, kjo dhunë indirekte, kur çdo gjë kishte mangësi apo detyrim për të bërë, I bëri njerëzit të jenë mos kokçarë, se këto janë pasojat që I vuajmë sot. Po. Dhe brezi I ri është mos kokçarës. Pse? Sepse vjen si pjesë e trashëgimisë së një prindëri mos kokçarës për publiken. Merr plerat e hidh në rrugë ku ke koshin aty. Nuk e mban dot në dorë derisa ai apo ta fuzesh në çantë. Çdo gjë e ndot. Pse? Se do vi dikush, bashkia apo ku diun, firma, kompania për ta fshirë dhe hajde nuk pyesim. Kemi qenë më ekstrem mendoj ne si brez gjatë kohës kur kemi qenë të rinj, por brezi I tanishëm që është I ri, shoh një lloj ndërgjegjësimi tjetër. Në ç'kuptim ekstrem? Kemi qenë më të pakujdesur për mjedisin, më neglizhent. Brezi tani I ri, e këto e shoh te vajza ime dhe shokut dhe shoqet e saj janë pak më të kujdesshëm me mjedisin, pak më që po flasim për po sepse ndikon ndoshta edhe në shkollë bëjnë ato qytetarinë ato. Raporti me kafshët, që ne nuk as e konceptonim dot, po ndërkohë që tani ka ndryshuar, ndoshta edhe për shkak të ndryshimit të kushteve të jetesës, patjetër. Janë të lidhura patjetër. Njohurisë, hapjes, kuptuarit. Sepse qeni, për shembull, qenin e kemi parë me Tomkën dhe shokët e tij, qeni gjermanëve. Do thonë qen kufiri. Çfarë është qeni kufiri? Ai s'është qen kufiri pastor, ai është për trujt. Pastori çfarë është? Qeni Vathës, së ruajtjes së dhenve. Te qeni Sharës që kemi neve, raca I lire, dalim çik. Por qen pastor, qeni kufiri. Pse qeni kufirit? Lezat shkurti. Ato videot si ka pas Alfons Gurashin, mos gaboj, ndjeri.
me atë zërin e rrëtëshë dokumentari dhe filmimet që u bën, të shifje ushtarë me qenë kufiri që ndiqnin turmat njerëzit e lirë që donin të dëmtonin shtatorin e Enverit. Pra qeni është bërë personifikimi nazistit i të keqes. Ti themi matët, qitësër e dreq, dreq, hik. Pse? Janë këto që kanë betur faktikisht, sepse kanë betur nga komunizmi dhe njerëzit nuk e kuptojnë atë subkushensën e tyre. Ka pasur një debat për këto simbolet, po qoftë edhe për filmat, kinematografin. Po. Interesante shumë debati që ka ekzistuar, që çfarë duhet bëjmë me këtë filmat, çfarë duhet, cili është këndvështrimi yt, Enriketa? Po tani çfarë duhet bëjmë? Ato filma ekzistojnë dhe janë realizuar dhe patjetër, ato janë pjesë për asaj që thash, i një produkti që është bërë gjatë komunizmit. Dhe si do ta tregosh komunizmin edhe nëpërmjet artit, cili ka qenë arti në komunizëm, si e nisëm me piramidën, edhe kinematografia shqipëria e re. Që quhej kinostudio shqipëria e re. Çdo gjë, njeriu i ri, Shqipëria e re, atë i ri, çdo gjë nis nga zero, nga gërmatat ngrihet e reja, po ta themi. Që është pjesë e kornizës ideologjike dhe botkuptimit ideologjik të kohës komunizmit, totalitarizm. Unë mendoj që janë dy aspekte për të parë, simbolet e komunizmit edhe produktet, po të ndalemi te kinematografia. Mendoj që për kinematografinë se i bi më shkurt. Mendoj që duhet ketë një fashë informacive për të thënë që ky film është xhiruar, është produksion, produkt i një realiteti të caktuar, ndoshta vite tash janë ata që artistët, letrarët që mund të formulojnë sa më sakt në aspektin edhe të gjuhës shqipe, por të dhënë informacioni produktit cilës periudhë është ky film dhe çfarë realiteti përfaqëson, nga cili këndvështrim. Pra duhet dhënë një kontekst kur është realizuar. Nuk është konteksti, nuk është ky realiteti që shfaqet në këtë film, por është një realitet artificial i bërë në kontekst të një diktature. Siç ka qenë ajo komuniste. Mendoj që duhen shfaqur, nuk jam në mënyrë absolute kundra mos shfaqjes së tyre, sepse mendoj që po kjo është një censurë tjetër që mund t'i bëjmë. Por mendoj që duhet i lënë dorë të individëve për ta parë apo jo. Por ama informacioni duhet jetë, nuk duhet të në shablon sikur kjo ka qenë. Pra ballistët janë të këqij, legalistët janë të këqij dhe vetëm partizanët janë ata të mirë për rruga e drejtë e partisë, sepse ka lloj apo qoftë edhe filmat në aspektin e spionazhit që ishin. Për sa i përket kinematografisë në këtë kuptim duhet patjetër fasha informacionit, qoftë edhe për teatrot apo për çdo gjë artistike, qoftë edhe në aspektin vizual, monumentet apo pikturat që janë bërë në atë kohë, apo qoftë edhe mozaiku i muzeut, sepse kemi pasur edhe ekstremizmin që ta heqin mozaikun. Jam komplet kundra këtyre vënies dorë, siç edhe te piramida. Do thonë ndryshimi i piramidës për mua e heq është njësoj si spaçi në formë estetike më të bukur, por është komplet humbja e originalitetit. Po shikoj. Dakor, po kur je përballë dy zgjedhjesh, më beso, të bëhet një kull 100 kate, apo të vendosin ato roza, ato kubat aty. Që që më mirë kubat me thënë drejt. Po sepse kemi shkojmë atë prapë të zgjedhjet ekstreme, po pse do të gjejmë zgjedhje ekstreme është pyetja. Po këto janë, po ti shiko çfarë është bërë me trashëgiminë e vilave që përmenden në Tiranë. Po. Ka ngelur shumë pak dhe ato që kanë ngelur po rënohen apo stafat. Sepse janë ca qëllime mbrapa. Është edhe dëshira e njerëzve për të zhvilluar pronën e tyre, se pastaj dalin prapë në një lloj. Edhe pse e them këtë, jo, e drejtë. Është drejtë e tyre për të marrë një vendim. Që kanë apo bashkia, duhet i japi kompensimin sipas çmimit të kohës dhe t'ia lënë dëshirë pronarëve për të zhvilluar apo jo atë pronë. Po jo në momentin që ti e merr një pronë, i jep një kompensim qesharak, ai patjetër që do gjej një firmë ndërtimi për ta ndërtuar dhe për të krijuar. Aq më tepër kur e shef që është dhe vullneti i atyre që kanë dorë qeverisjen e qytetit apo të shtetit, pse jo, përfitime. Tek simbolet e komunizmit, më thon si evoluon koha. Ka disa shembuj nga Polonia, Ukraina, po qoftë edhe Shqipëria. Unë mendoj që ose në aspektin teorik sot edhe nga Gjermania, cilat janë simbolet e komunizmit, pyetja. Këshilli i kuq. Në Gjermani ka pas gjyqje dhe ka dhe vendime të gjykatës europiane për drejtat e njerëzit në Strasburg, qoftë në rastin e Ukrainës apo të Polonisë, për të thënë që Internacionalja Komuniste ka simbol yllin. Dhe ylli nuk do të thotë asgjë negative. Ne kemi yllin e Bashkimit Evropian. Yjet, sa shtete janë,
Europa e Bashkuar. Pse ky ylli kuq në ylli verdh duhet lejuar dhe tjetri s'duhet lejuar? Ne do ta ulim pak gjakrat, mos mendojmë shumë nxehtë, të jemi të ftohtë. Ajo që duhet të cilë janë simbolet pra të komunizmit, drapëri çekani, internacionale komuniste, janë simbole. Trandafili pse nuk duhet ai karafili kuq, pse nuk duhet ndaluar përdorimi, po drapëri çekani duhet lejuar. E kuqja. Komunistët mund të thonë, apo qoftë edhe patriotët mund të thonë është gjaku i dëshmorë, ne kemi të kuqen flamur, pse duhet të ndalojmë neve? Në aspektin e si simbol i komunizmit. Ajo që unë mendoj që këtu prap dalte ajo ping-pongu. A këshillohen këta që kanë qenë qeveri dhe që vazhdojnë qeverisin me ekspert të fushës, jo vetëm historian, po ekspert juridikut, kulturave, të marrin shembujt. A këshillohen? Për mua ajo që duhet ndaluar, dhe këtu jam mendimi im profan, është figura e Enver Hoxhës, portreti i Enver Hoxhës, si diktator, njësoj si Hitleri, Mussolini. Ti nuk lejohesh të shfaqesh Hitlerin në sheshet e Gjermanisë. Se të ndalojnë me kushtetutë. Madje sot gjykata nuk lejon dhe simbole që lidhen me këtë alternative für Deutschland, këtë partinë që e quajnë të ekstremit djathtë, AfD-n në Gjermani, sepse lidhin me politikat apo si simbolikat e pushtetit nazist, diktaturës. Pa ndalojnë disa ka procese gjyqësore që kanë ndaluar retorika të caktuara të përdoren nga ana e AfD-s në Gjermani. Mendoj që figura e Enverit të cilën e shohim çdo 5 maj, çdo 29 nëntor, se nuk të kemi gallata, kur jemi çliru 28 apo 29, kur iku Gjermani fundit, pra në aspektin e rëndësishëm është historia, kjo simbolikat dhe ironia e të marrurit me vërtet seriozisht me të kaluarën përballja. Kur jemi çliru, kur ka ikë Gjermani fundit, ka ikë 28, 29, u gdhi Shkodra e pa Gjerman me Gjerman. Në politikën e kemi të ndarë. Apo si thot Bernd Fischer, ka ikë në 4 dhjetor. Apo e kemi akoma si thot Koço de Volen mes nesh, si në një skeç i famshëm. Mo trim çpatëm. Mosor trim. Pra, në aspektin e simboleve mendoj që pankartat për Enver Hoxhën duhen ndaluar. Shumë e rëndësishme. Pra dhe kur të moshuarit marrin pankartat dhe shkojnë te varrezat, po. Sepse Enver Hoxha është simboli i skeqjes. Ai ka ndërtuar një shtet shkatrues. Ka vrarë qëllimet pastra personale, politike për të mbijetuar politikisht. I lejnë pallavrat, ka ndërtuar dheun, ka patjetër me ka ndërtuar. Shqiptarët që ishin analfabeti bëri me shkollë, por i bëri me shkollë një diktator. Po t'i lije shqiptarët e lirë, nuk do bëheshin me shkollë, nuk do zhvilloi ky vend, po t'ishte sipërmarrja e lirë, po t'ishte mendimi i lirë, mendja e lirë. Shikoni 35 vjet demokracisë sa shqiptar të aftë ka për të kontribuar në aspektin e jetëve të tyre personale dhe sipërmarrjeve të tyre personale, arritje. Edhe në këtë lloj, për të themi shteti pak problematik në aspektin e konsolidimit të demokracisë, ku tranzicioni ende s'po mbaron, mund të konsiderohet një demokraci hibride apo stabilitokraci për shkak të mosndryshimit të saj, apo të problematikave që sjell tranzicioni, nuk do ishin të zhvilluar shqiptarët. Unë mendoj që liria si koncept është shumë i rëndësishëm, jo vetëm materialisht, por shpirtërisht. Një njeri i lirë është i aftë të bëjë të pamundurën. Por, te Enver Hoxha shoh të keqen, simboli i keqes. Atëherë, pse jo? Kjo ka të bëjë pastaj me iniciative që janë marrë. Është dënuar figura e Enver Hoxhës, është bërë një gjyq në 95-ën, ku dënuar Amizalia, mas 97-ës mori prap kompensim financiar, pafajësinë, amnestin. Por e shikoj problemin në aspektin e instrumentalizimit dhe të ping-pongut, në ilustracionit për shembull. Çfarë është ilustracioni? Ilustracioni është pastrimi për një periudhë të caktuar të ofiqeve më të larta publike nga individ të cilët kanë ngarkesa të forta për përgjegjësie për krimet apo për vendimarrjet që kanë marrë gjatë diktaturës në zinxhirin komandues dhe ekzekutues të diktaturës. Duke filluar nga Enver Hoxha dhe të gjithë pjesë, po gjykata e lartë, prokurori, apo qoftë policia, apo qoftë hetues. Dhe mendoj që ilustracioni është bërë për të përfituar politikisht, njëra palë apo tjetra palë. Pse? Sepse nuk është menduar për dinjitetin njerëzor. Ti mund bësh me faj dikë, por nuk do të thotë që ai mbetet komunist tër jetën. Mund ndryshojë mendjen e njeriu? Ti lësh mundsinë. Andaj ka precedent nga gjykata Europiane të drejtat njerëzit në rastin e Ukrainës,
në rastin e Polonisë, në rastin e vendeve të tjera të ishlindjes sovjetike, satelitët e Bashkimit Sovjetik, ku thonë që për një periudhë të caktuar, dhe nuk është vetëm rasti i Shqipërisë në rastin e ilustracionit, për një periudhë të caktuar njerëzit mund t'i ndalohet pasurit të vënit në krye të një ofici të lartë zyrtar, publik. Por jo pafundësisht, sepse njeriu është i lirë të ndrojë mendjen. Sa politikan kemi që kanë ndryshuar mendjen në këto 35 vjet apo kanë qenë kohën e Enverit dhe prapë vazhdojnë të jenë? Pra njerëzit kanë bërë zgjedhjet e tyre me vullnet të lirë, kanë ndryshuar mendje, kanë kuptuar të keqen dhe kanë parë që e keqja është e keqe, po duhet vazhduar në një mënyrë tjetër të ekzekutuarit apo të qenit aktiv, qoftë në politikë apo në fusha të tjera të gjyqësorit apo kudo. Prandaj mendoj që kjo është e rëndësishme. Por nuk është bërë me sukses. Pra dhe këto janë mjetet përballur me të kaluar. Ka kaluar formalisht ky proces? Ka kaluar formalisht, ka kaluar në forma instrumentalizimi që është bërë për qëllime të caktuara politike, apo qoftë edhe quick fixe për të eliminuar kundërshtarin politik. Rastin e zgjedhjeve në Thegjashës nuk u lejuan persona të caktuar nga Partia Socialiste për të qenë pjesë e zgjedhjeve. Për shkak të ilustracionit, apo ligji i ilustracionit 2008 që ishte goxha problematik në aspektin e egërsisë dhe të ekstremitetit të moslënies marrjes ofiqit publik, sa u holl, sa ekspertiza që erdhi nga Komisioni i Venecias, por qoftë edhe nga OSI-ja, nga OSBE-ja. Mori dha si unë kam lexuar raportet, dha si arsyetim, argumentim kundra, pastaj holli dhe gjykata e lartë poshtë me çoi Partia Socialiste në 2012, pse? Sepse pikërisht nuk mante parasysh kufizimin, mundësinë e individit për ndryshuar mendje dhe respektimin e dinjitetit njerëzor. Dhe mendoj që ilustracioni është i vlefshëm për të marrë me diktatura, sepse është mjet i tash quhetur drejtësi tranzicionale apo tranzitore, ku mund të bësh dekomunizimin e shoqërisë duke ndaluar dhe persona të cilët kanë pas përgjegjësi gjatë kaluarës, por që nuk kanë ndruar mendje, nuk kanë bërë mea culpa, nuk janë tërhequr, por duan të vazhdojnë sikur s'kan ndodhur asgjë. Po, atëherë ti do gjesh mjete si shtet për të ndaluar përkohësisht këtyre individëve për të ndërgjegjësuar, pra ka të bëjë gjithnjë me ndërgjegjësimin të atë fajit, do të thonë, jo faj, por të asaj përgjegjësie që ke pasur. Për të bërë të reflektuar, pra të ndërgjegjësohen. Në momentin që nuk ndërgjegjësohen, atëherë ti për një periudhë caktuar i bën me pahir të ndërgjegjësohen. Është një lloj riedukimi që i bën këtyre individëve. Këto janë mjete të suksesshme. Për të artë simbolet, pra jo çdo gjë me ekstrem, in ekstreme, sepse ekstremet prodhojnë pastaj prap ngjarjet ekstremeve. Nuk është mirë, duhet një lloj ekuilibri social. Dhe kujdesi që të bashkëtojmë. Po patjetër, pra bashkëtesa, cili është qëllimi? Qëllimi është paqja sociale. Këta shtresat e marginalizuara duhet gjejnë marrë një përgjigje nga ana e institucioneve publike për t'u paqtuar, për t'u ndërgjegjësuar mbi dhimbjen, mbi traumat, mbi problematikat e jetëve të tyre gjatë komunizmit. Po për të bërë po ashtu një paqe edhe me shoqërinë në përgjithësi, pra për mos u ndjerë të diferencuar. Kjo është e rëndësishme për të kuptuar, por kjo nuk bëhet thjesht me zgjedhje momentale, quick fixe. Jo, duhet reflektim i thellë në kuptimin e të ofruarit jo vetëm thjesht monetar, të kompensimit monetar, pra se ti nuk e blen dot dhimbjen e tjetrit. Por të ngresh ato politika që merren me traumën, merren me edukimin e këtyre njerëzve, merren me muzealizimin e vuajtjes, ku kanë jetuar, ku kanë vuajtur këta njerëz. Sa nga fshatrat e internimit janë lokalizuar. Ke një map, një topografi të terrorit siç e ke botë, në lloj mapesh kemi, lloj apesh kemi. Çfarë i kushton në fakt për ta bërë? Mimon janë iniciativa private që vijnë, po sa ape kemi. Mendoj që nuk duan se do i kishim bërë. Do të thënë, po t'jap një urdhër KM-ja bëhet brenda ditës kjo gjë. Do të thënë, në aspektin tim personal, këtu futem si profesioniste, unë analizoj faktat. Evidentoj, pastaj duhet të gjejmë në atë sintezën analitike, pastaj duhet të shohim. Duan, s'duan, pse është bërë. Për mua është një instrumentalizim i pastër. Për qëllime shumë të shkurtra politike. Ergjeta Papa, faleminderit shumë. Ishim në këtë bisedë, shpresoj shumë të na kenë dëgjuar të rinj. Unë të falenderoj. Vërtet kemi një problem shumë të madh me përballjen me të kaluarën, por shpresoj shumë na kenë dëgjuar të rinj. Ne këtë kemi në dorë të bëjmë apo të flasim, të lëm hapësirë mediatike për të kaluarën, që minimalisht mos të bëjmë gabimet e njëjta apo jo. Është vërtet, dhe këtu për ta mbyllur unë të falenderoj për këtë lloj ftesë goxha miqësore dhe goxha e shijova bisedën.
për të rinjt. 2015 është bërë survey i fundit që diun ndjenin time, serioz, me iniciativë të OSBE-s, me të rinj, se sa e njohin të rinjt të kaluar, mbra i bie fiks 10 vjet përpara. Dhe janë befasuese rezultatet. Mbi 40% a 42% mos gaboj tash. Mendonin pozitivisht për Enverin. Mendonin pozitivisht. Po të rinë çfarë grup moshe? 40% mendonin që ose nuk e njihnin tamam. 40% mendonin që s'ka qenë aq keq. Pra janë disa rezultate rrotullohen te 40, 42, 43%. Qoftë mosdia, qoftë aspekti pozitiv, qoftë nostalgjia. Që janë rezultate vërtet. Po, pra në 2015 jam kurioze, e di që në dijenin time ose bëja ta përsërisi. 20-30, sa vjeç? Të ri, nuk i mbaj mend tash specifikisht grup moshat, kanë lindur gjatë tranzicionit. Patjetër, më bitë dhe bijat, më bëj shaka me studentët e mi, bijat e demokracisë jeni ju, pra që për të reflektuar pas sa kjo demokracia bijat e vetë i ka eduku. Po. Të lirë, të ditur. Po. Të ndërgjegjshëm. Jam kurioze shumë të di, do bëjmë di unë në dijenin time ose paktën kam pasur plan për ta përsëritur. Mos ka lexuar librin e Lea Ypit për të kaluar. Unë kam ftuar Lea Ypin që ne bëjmë një history lab në fakultet. Se tani për të bërë dhe batut në fund. Jo, unë e kam ftuar Lea Ypin, kemi bërë një bisedë bashkë, janë 3 herë. Kemi, domethënë kam pas rast të takohem me Lean. Kam ftuar në History Lab që bëjmë me studentë e mi për librin Apostafat. Ka prezantuar librin dhe aty kemi diskutuar mbi të dhe ka pranuar që libri ka qenë funksion të një filozofie që ajo ka. Ajo është filozofe, profesoreshe filozofisë. Të një filozofie që ka dhe që do një farë mënyre ta shpalosi, t'i bëj PR-in, ka më shumë filozofinë e vet. Dhe është e lirë në një farë mënyrë të botojë të tregoj unë përvojën time me librin e saj, sepse koincidon që unë kam të njëjtën moshë me të. Dhe e kam lënë në gjysmë librin, nuk e kam vazhduar. Unë kam lexuar gjithin. Dhe më bën shumë përshtypje sepse ose ndoshta un kam një problem me memorien unë si individ, se mund të ndodhë që unë ta kem memorien shumë keq, por është e pamundur të riprodhosh ato skena. Vetëm nëse ti ke mbajtur shënime, një fëmijë i vogël që ke mbajtur shënime. Po të them pra Valmora, se je ekspert e memorjes edhe në momentin që Lea e ka pranuar që libri është në funksion të një ideje saj, nuk është libër autobiografik memoaristik, po është një fiction, nuk është libër studimor. Kam një ide të caktuar dhe shpalos idenë time. Kjo do të thotë që ideja saj përkon me eksperjencat e mia biografike, me memorien time. Unë jam 3 vjet me i bie, më ndoshta çik më shumë. Prandaj është Lea dhe unë duke lexuar librin, patjetër edhe mua nuk më ka koinciduar dhe në fillim kritika ime kjo ka qenë. Por duke kuptuar dhe duke biseduar me Lean. Pra është ajo që ne nuk duhet të shohim tjetër si armik unë dhe ajo. Jo, s'ka diskutim. Ne po diskutojmë produktin. Si është perceptuar dhe si është përçuar ideja e, sepse janë skalone politike më dhe në shoqërinë shqiptare, pra trashëgimia komuniste i ka ndarë të djathtë kritik ndaj socialistëve, socialist kritik ndaj të djathtëve. Me majta e djathta. Jo, derisa pas ka pranuar. E ka pranuar shkëlqyer, ka qenë në departament e ka thënë te History Lab që në Amerikë nuk futet në libër studimor, futet në fiction sepse janë shumë bukur. Pra e ka pranuar, edhe në një bisedë që kemi bërë. Jo, un problemin nuk e kam pse Lea ka shkruar këtë libër dhe ka filozofinë e vet dhe shkëlqyer, jemi në një botë të lirë, secili ka filozofinë e vet. Ka merakun këta të rinjt, a shkojnë te burimet e sakta dhe objektive, këtë merak. E shikon Valmora, po ta shikosh nga një këndvështrim tjetër. Thash, ai libri nuk është studimor. Pa këtu është gabimin që ndoshta ne bëjmë ose keq kuptimi që ka ai libër në aspektin studimor. Vetë memoria çfarë është? Është një proces psiqik. Unë mbaj mend çfarë më është ngulitur. Edhe këtu tash se gjithë secili nga ne bën ato puzzle-at, ndërton atë mozaikun e tërë të jetës vet përmjet memorias. Po nganjëherë memoria është edhe e shtrëmbërt. Fiksohet diçka hiperbolizon. Kur e krahason me memorie të tjera, ajo jotja duket shumë e madhe, stërmadhe ose mund duket shumë e stërvogël. Po. Pra, sepse është proces personal, psiqik, ndjesish. Po, edhe si fakte në gjyqet caktuara, domethënë memorizimi ka shumë debate. Që si mban mend ti një histori, patjetër se histori pa u vërtetuar me dokumenta, pa u krahasuar burimet e informacionet, është e pamundur për të rindërtuar një ngjarje historike, jo më për të deponuar pastaj për dëshmuar në gjyq për të marrë si e vërtetë ajo që thua. Kjo janë procese të qarta. Por dhe pikërisht që trashëgimia unë kundra mik armik, këto skalionet shumë të ekstremet politikës, më ka bërë një herë pyeta, prandaj duhet të kthej çik ta kthej mbrapsht. Change.
atë token që thotë Flip the coin. Po, flip the coin, ta kthejmë monedhën. Pse nuk e shikojmë si një PR i jashtëzakonshëm që është bërë Shqipërisë? Okej. Çdo i huaj. Shpërkthyer sa gjuhë? A kemi nevojë një PR të tillë në aspektin e një negativizimi, në aspektin se si ne ndjejmë dhe pozitivizimi pozitive nga ana e të huajve? Një gjë, një tjetër. Duke bërë shaka me miqtë e mi, disa të djathtë them po më mirë. Sa nga djathtë kanë që janë kjo djatha shqiptare post tranzicionet, post diktatoriale ka nxitur, ka investuar, ka sponsorizuar për të bërë libra nga e djatha më. Pse më gjithë një majta shkoj e prezantoj të shtëpia e Enver Hoxhës. Sa nga ne të djathtët, nuk po them tash si Tiranë sa autokton, po sa nga ne të djathtët origjinal kemi marrë suport nga pushteti i djathtë në Shqipëri për të bërë të tilla vepra, për të bërë këtë lloj PR-i. Më thuaj pak, sa ka? Numëron dot cilët janë? Gjen dot? Sa libra ke? Pra nëse majta e instrumentalizon e përdor perfekte të kulluar. Ço bëhet djathtë? Ku jemi? Ku janë? Po vetëm kritika. Ajo që ka thonë presidenti i SBA-s e tha Begeri me që ishim në përvjetorin e ardhes vizitës tij Begerit në Shqipëri. Çka ka thonë 92? Kennedy ka thonë Amerika, pyesni veten çfarë bëni ju për Amerikën, jo çfarë bën Amerika për ju. Ose ne do t'ju japim demokraci, do t'ju mësojmë si peshkohet. Peshkun me qevi të peshku madh, peshku vogël, se kishim sa diskurse, peshku do ta peshkoni vet. Pra, cili është produkti i kësaj djathtës? Çfarë kemi bërë ne për të djathtën, për të persekutuarit, për të dënuarit, për të kaluar në komuniste, për ta evidentuar, për të ndërgjegjësuar mos ndodhin më? Çfarë kemi bërë për mos u harruar? Jo, prap meraku im është të rinjt. Të rinjt kanë Lea Ypin, kanë edhe Fatos Lubonjën pra. Po. Sa është propaganduar Fatos Lubonja? Le të lexoj një burgo se libra të tjerë. Po, që ka sepse është qasja më po, objektive. Po pse Fatos Lubonja nuk njihet ai shumë vetë njihet ndoshta në këto talk show-t e darkës? Pyet pse? Pra në çdo fenomen duhet ngrim pse? Sepse në fakt Lubonja ishte modeli që shkoi atje në Spaç, foli, u angazhua për te i fakti që rrëfen, shkruan edhe të Spaçit që 92, 93, 94, sepse këto projekte të Spaçit, prandaj thash është një debat i vonuar Spaçi dhe del herë pas si kërpulla mas shiut. Ka qenë insistematik në vajtjen e Spaçit, në PR-in që i ka bërë Spaçit, në kërkesën për të muzealizuar Spaçi. Të njëjtë gjë ka bërë Max Velon përpara, të njëjtë gjë bën Sargjiti, objektiviteti që ka edhe në studio televiziv, objektiviteti që ka dhe konsistenca në ato ide që besoi, ka qëndrueshmëri dhe lavdërueshme. Dhe është nga ata intelektual që duhet dëgjuar dhe duhet lexuar. Patjetër, por kjo pastaj mbetet pjesë e besojnë te filozofia, ata që besojnë te filozofia e Lea Ypit e kanë prapë Lea Ypit ta lexojnë. Se PR-i që i bëhet Lubonjës është pak më i vagët, që s'ka shpatullat ndoshta për të bërë marketing nga politika, kurse politika e ka shfrytzuar, e ka parë, pavarësisht se Lea është komplet, do të nuk kanë folur dhe më atë dhe është goxha kritike dhe ajo në ato aspektet politike, por në një farë mënyrë ka shfrytzuar të qenit të saj e majt, një filozofe me bindje, megjithëse është kantiste, por me bindje të majta, për të bërë PR-in. Atë që bëri dhe po bën. Ai ka bërë librin tjetër për të shohim. Enriqueta, faleminderit shumë. Se na u duk sikur e rinisëm dhe një herë bisedën, por do jemi prap, mua më pëlqen shumë kur flasim për historinë edhe flasim jo me këto mitizimet, po flasim praktikisht në mënyrë shumë objektive, se siç ta thash, ne gazetarët ju besojmë fakteve të vërtetës dhe gjithmonë kemi luftën me mënyrën se si shihesi edhe si tregohet historia, po dhe si shihet historia apo ngjarjet historike. Kështu që kur përputhet këndvështrimi që faktet janë, ngjarjet kanë ndodhur në këtë formë dhe janë të dokumentuara me këndvështrimin tënd si historiane që beson tek të qenurit objektive me këmbë në tokë dhe te qasja krahasimore është perfekt. Mendoj që nuk ka se si të jetë më mirë biseda. Faleminderit shumë. Faleminderit Valmora dhe ishte vërtet e kam shijuar, ishte se kam dhënë fare kohë, nuk e di sa minuta kemi shkuar, por shkojca. Nuk e di të rinjta do kenë. Gjithsesi ndajeni, bëjeni shorts për të rinj, adaptoheni gjetur. Për të rinj jemi me shortse,
mundësisht edhe me titra, sepse nuk dua ndonjëherë të dëgjojnë dhe zërin, thjesht dua të lexojnë. Super, Kështu që kemi zgjedhur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit.